Gjykata e Tiranës lan arrest me burg autorin e vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. 30 vjeçari Elvis Shkambi ka deklaruar para tokave të zeza se kreu krimin si pasojë të rënditjes psiqike nga kalvari i gjatë i gjyqeve. Ai kërkoi falje publike familjes së gjyqtarit. Gjyqtarë e prokurori janë vënë alarm pas vrasjes së gjyqtarit Kalaja në vendin e punës dhe diskutojnë sot në një mbledhje urgjente për garantimin e sigurisë së jetës, mes kërkesave ajo e pranisë së policisë në çdo sallë gjyqi. Izraeli dhe Hamasi arrin marrëveshjen për fazën e parë të planit të paqes. Ishte presidenti Trump që njoftoi zyrtarisht arritjen e planit të paqes, duke shtuar se pengjet e mbajtura në Gaza ka të ngjarë të lirohen të hënën. Kryeministri Edi Rama në konferencën e tretë të mbrojtjes kibernetike të NATO-s që po mbahet në Tiranë deklaroi se vendi ynë ka pasur 48 sulme kibernetike që kanë lënë gjurmë, por që nuk kanë shkaktuar dëm të madh. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i NATO-s nënvizoi faktin që sot tastiera është një armë lufte. Mirë se erdhët në aty sot, do të jemi bashkë, unë jam Loneta Progni. Me njëherë do ta nisim me lajmin që gjykata e Tiranës ka dhënë masat e sigurisë për 3 arrestuarit pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në lidhje të drejtë për drejtë. Kam kolegun Iglit Çelmeta për të na dhënë më shumë detaje. Iglit, përshëndes, cilat janë këto masa që u morën? Përshëndetje Loneta, ditën e sotme gjykata e Tiranës ka caktuar masën arrest me burg për Elvis Shkambin, autorin e vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja 3 ditë më parë. Gjithashtu është caktuar masa arrest me burg edhe për 2 persona të tjerë, John Shkambin, xhaxhain e tij dhe rojen e sigurisë të gjykatës së apelit. Në seancë Elvis Shkambi ka deklaruar që ngjarja ka ndodhur si pasojë të rënditjes psikike nga kalvari i gjatë i gjyqjeve. Gjithashtu ai ka kërkuar falje publike familjes së gjyqtarit dhe familjes së 2 personave të tjerë të mbetur të plagosur. Më tej, Elvis Shkambi ka deklaruar se gjykata nuk e ka zgjidhur çështjen ndër vite dhe institucionet nuk e kanë bërë detyrën, që ka kanë çuar të ndërmarrë dhe veprimin ekstrem. Ndërsa roja i sigurisë i gjykatës së apelit ka deklaruar se para se palët kanë kaluar pra në skanerin me detektor metalik, nuk ka qenë në gjendje të mirë shëndetësore dhe për këtë ka lajmëruar kancelaren e gjykatës dhe se vuan nga sëmundja e diabetit dhe në momentin që kanë kaluar pra Elvis Shkambi dhe xhaxhai i tij kanë qenë ulur në karrige dhe nuk e ka këto moment ku të fundit pra kanë kaluar skanerin me detektor metalik. Ndërkohë, xhaxhai i Elvis Shkambit, John Shkambi, ka deklaruar që nuk ka qenë në dieni të veprimeve të nipit të tij dhe ku ka qelluar me armëzjarre në drejtim të gjyqtarit Astrid Kalaja. Ky i fundit kishte dalë nga salla e gjyqit. Seanca u zhvilluar në masa të rrepta sigurie, pa praninë e mjetëve të pranishëm ishin vetëm avokatët mbrojtës. Për të 3 u caktuar masa e sigurisë arrest me burg. Elvis Shkambi akuzohet për veprim penale, vrasje funksionarëve publik, vrasje në rrethana të tjera cilësuese dhe armbajtje pa leje, ndërsa xhaxhai i tij John Shkambi akuzohet për veprim penale, vrasje kryer në bashkëpunim, ndërsa roja i gjykatës së apelit akuzohet për veprim penale të shpërdorimit të detyrës. Dua të ndalim pak edhe një tjetër çështje që sigurisht është ngritur menjëherë pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, siguria në punë e gjyqtarëve, prokurorëve, punonjësve të drejtësisë. Sot është kërkuar nga ana e prokurorëve dhe gjyqtarëve mbledhje urgjente pikërisht për të diskutuar për disa pika të rëndësishme që ata i konsiderojnë jetësore sa i takon sigurisë tashmë në vendet e punës. Po Loneta, ditën e djeshme prokurorët dhe magjistratë rreth 85 prokurorë dhe magjistratë të Republikës së Shqipërisë i dërguan një kërkesë kryeprokurorit të përgjithshëm Olsian Çela dhe Këshillit të Lartë të Prokurisë për të zhvilluar një mbledhje urgjente për të diskutuar kushtet e sigurisë në sallat e gjyqit, por dhe kushtet e sigurisë fizike të prokurorëve dhe magjistratëve. Dhe ditën e sotme në orën 11 kjo mbledhje do zhvillohet tek poli i drejtësisë. Në kërkesën e tyre, magjistratët dhe prokurorët kërkojnë kushte sigurie më të larta për punën e tyre dhe sipas tyre përveç saj kërkojnë që të ndalohet edhe gjuha e urrëties në portale, por edhe nga politika në kundrejt prokurorëve dhe magjistratëve në vendin tonë. Pritet që kjo mbledhje të zgjasë me orë të gjata dhe të jenë të pranishëm prokurorë dhe magjistratë të shumë për të diskutuar pra problemet për sigurinë në kushtet e punës, por edhe për sigurinë fizike pas punës të prokurorëve dhe magjistratëve, të cilët
janë kërkuar. Igli, të përshëndes dhe faleminderit edhe një herë për të gjitha detajet që përcollen, ndërsa do duhet të zhvendosemi në parlament. Në fakt, aty ku përmbahet 1 minutë heshtje pikërisht për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja. Dhe përgjegjësisë në detyrë. Në shenjë respekti për jetën dhe kontributin e tij, ju ftoj të mbajmë 1 minutë heshtje. Qoftë i paruar kujtimi i tij. Merita. Të nderuar deputetë dhe deputet të Kuvendit të Republikës Shqipërisë, para se të paraqes rendin e ditës për punimet e seancës parlamentare ditës së sotme, e ndjej për detyrim t'ju informoj dhe të ndaj me ju një qëndrim lidhur me shqetësimin e krijuar ditët e fundit nga një material informativ i përgatitur nga biblioteka e Kuvendit, i cili përmend figura historike të lindura në muajin tetor, përfshirë edhe Enver Hoxhën. Kam vlerësuar me shumë seriozitet edhe kërkesat për qëndrim ndaj Institutit Parlamentar të Kuvendit dhe marrjen e masave për transparencën e shërbimit të votimeve dhe bibliotekës parlamentare adresuar tek unë respektivisht nga zoti Belind Kılliçi dhe zonja Greta Bardeli. Në emër të Kuvendit të Shqipërisë dua të shpreh keqardhjen edhe ndjesën për keq kuptimin dhe perceptimin e krijuar, pavarësisht qëllimit thjesht informativ të materialit, pa pasur as pak synimin të mbrojë apo vlerësojë ndonjë figurë të veçantë. Aq më tepër Enver Hoxhën, i cili është përmendur vetëm për shkak të datës së lindjes. Teksti është nxjerr pa interpretim nga fjalori enciklopedik i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë. Por me sa rezultoi nga shërbimet përkatëse të Kuvendit, nuk është mbajtur parasysh siç duhet se në komunikimin publik perceptimi i krijuar merr shpesh një peshë të krahasueshme me peshën e faktit. Përkundërsaj, mënyra e prezantimit të këtij materiali ka krijuar perceptimin e gabuar dhe nxitur shqetësim, veçanërisht tek familjet e viktimave të regjimit komunist dhe të gjithë shqiptarët që mbajnë mend vuajtjet e asaj periudhe. Ajo periudhë nuk duhet kujtuar në mënyrë të pakujdesshme dhe pa llogaritur mirë ndjeshmërinë publike. Për të adresuar të situatë dhe për të parandaluar keqkuptimet mëtejshme, i kam kërkuar Institutit Parlamentar një rishikim të plotë të procedurave të brendshme të Bibliotekës Kuvendit për të siguruar që materialet e ardhshme të shoqërohen me kontekst të qartë historik dhe të shmangin çdo keq interpretim. Do të mbahet gjithmonë parasysh që materialet e dala nga Kuvendi të jenë korekte jo vetëm teknikisht, por edhe politikisht. I kam kërkuar sekretarit përgjithshëm të përgatisë një material propozues për byron e Kuvendit që garanton mbarvajtjen e funksionimit të sekretariatit për kërkimin parlamentar, bibliotekën dhe votimet parlamentare si një garanci për neutralitet politik të punës kërkimore dhe votimeve të institutit. Faleminderit. Vjojmë seancën plenare në bazë të nenit 30 rregullores. Ju njoftoj rendin e ditës. Pika e parë, miratimi procedurbalit seancës plenare datës 29/9/2025. Pika e dytë, njoftime. Pika e tretë, raporti veprimtarisë Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare AKEP për vitin 2024. Raporti i veprimtarisë së Komisionerit për Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e Dhënave Personale për vitin 2024. Raporti i veprimtarisë vjetore të Entit Rregullator të Energjisë ERE për vitin 2024. Pika 6, raporti vjetor i veprimtarisë së Entit Rregullator të Ujit ERU për vitin 2024 dhe pika e 7, diskutime për çështje jashtë rendit të ditës. Fillojmë me çështjet sipas rendit të ditës. Zoti Sheu për procedurë, urdhroni. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar kolegë, do t'ju
bëj një propozim procedurial për t'ju shkundur nga heshtja që ju ka mbërthyer juve si majorancë, si qeveri në këto periudha. Sot është një ditë historike për gjithë botën. Sot, duke u gdhirë, u nënshkrua marrëveshja e paqes e planit Trump për lindjen e mesme. Sot është një ditë megjithmend të rëndësishme, e cila nuk mund të kalojë në heshtje në Parlamentin shqiptar, ashtu si nuk po kalon në heshtje në të gjitha parlamentet e botës demokratike. Sot është një ditë që shënon një fazë të re, paqeje, stabiliteti, të ndërtuar dhe krijuar nga paqëbërësi Trump në një zonë kaq të vështirë. Sot është një ditë e cila duhet të shkundi këtë parlamentet të majorancë për heshtjen disa javore që ka pasur krejtësisht ndaj planit të paraqitur nga presidenti Trump, ndaj mosmbështetjes që u dha, ndoshta do jemi vendi vetëm demokratik në botë, si qeveri flas, si majorancë, jo si opozicion e kemi bërë, e cila nuk dha mbështetjen ndaj këtij plani paqëbërës dhe kaq të rëndësishëm, unë do thoja për të zgjidhur një konflikt mijëravjeçar në atë zonë e cila është ngritur dhe ka mbijetuar në konflikte, ka qenë prej terrorizmit, për të dalë pikërisht nga ky qerfull për të mirën jo vetëm të linjës mesme, por edhe të gjithë botës mbar. Ne kemi qenë ndoshta nga parlamentet e para që mbajtëm heshtje këtu për viktimat e 7 tetorit. Dhe tashmë, me propozimin e opozitës, dhe tashmë, kjo parlament, unë mendoj se ka nderin të shprehet qartësisht, të detyrojë dhe qeverinë të shprehet qartësisht, të përshëndesi këtë realizim kaq të madh, politik, diplomatik, paqëbërës, që është në botë sot, implementimi që filloi sot në mëngjes i planit të paqes president Trump, i cili parashikon që brenda ditës së hënë të jenë liruar pengjet dhe gjithë procesi të futur në një rrugë stabiliteti. Është absolutisht detyra jonë ta bëjmë të bëjmë. Nëse qeveria, kjo majorancë nuk kanë guximin, nuk e di për çfarë arsye, të shprehen, qëndrojnë në heshtje si fija e barit, na takon ne si opozitë, ta kërkojmë, t'ju themi, t'ju bëjmë thirrje, se është pikërisht për interesat e të gjithëve dhe për interesat e Shqipërisë që ne të rreshtojmë me ata të cilët përshëndesim atë plan dhe përshëndesim implementimin e tij tashmë në një situatë kaq të vështirë që ishte. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Sali Berisha ka kërkuar fjalën në procedurë. Të lutem, zoti Balla. Zoti kryetar i kuvendit, zonja zotrinj deputet. Zoti kryetar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ju lutem, na i kurseni këto shfaqje butaforike të garës mes jush se kush është më pro-amerikani dhe se kush është më apo edhe kandidati për ministër të jashtëm hije brenda jush. Sepse kursejani vetes edhe gafat të një natyre diplomatike, ndërkohë që vetë njeriu që ka meritën kryesore në këtë çështje, vetë presidenti Trump ende nuk ka udhëtuar për në lindjen e mesme siç shpritet javën e ardhshme. Ta mbaroj, se na ke bërë më këtu, je bërë një tani ta mbaroj. Mos ja marri meritën se tani siç that ju dhe i drejtohem kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike se s'po merrem me ty. Tani ne duhet jemi parlamenti i parë në botë që të përshëndesim një marrëveshje paqe që vetë presidenti amerikan pritet ta firmosi javën e ardhshme. Ndërkohë që jemi vetëm në fazën e parë të një faze të parë të marrëveshjes historike, nëse do ndodhi, që ende nuk është ratifikuar në qeverinë izraelite që mund të ndodhi sot pasdite. Tani, ju lutem, zoti kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kurseni këtë njeriu se ky në i dite do na shpalli luftë me Marsin, se siç e ka nisur. Prandaj, mendoj, janë gjëra, ne sapo mbaruam konferencën e kryetarëve, janë gjërat një natyre diplomatike shumë të mirë, por që kuvendi i Shqipërisë është antar i NATO-s, ka një marrëdhënie strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe t'ja kursejmë vetes tore diskutimeve se dukemi qesharak. Prandaj, zoti kryetar,
i kuvendit, në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste ne përshëndesim gjithë përpjekjet maksimaliste të bëra nga presidenti Trump në dobi të paqes, jo vetëm lindjen e mesme, po kudo në botë, por t'ja kursejmë kuvendit këto lloj diskutimesh dhe këtu kishte edhe një propozim fakt. Ky lloj propozimin unë nuk gjej vend ku ta fus në rregulloren e kuvendit për ta përshtatur të natyrës procedurë. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Sali Berisha ka fjalën në procedurë. Reagimi i parafolsit përbën një absurditet dhe më shumë se kaq. Zoti Shehu këtu përshëndeti një hapin e parë të marrëveshjes prej 21 pikash të planit të paqes të presidentit Trump dhe kanë përshëndetur sa përgjeni edhe personalitete botërore. Është hapi i parë dhe meriton përshëndetjen më të plotë. Izraeli tërhiqet në një linjë të caktuar, lirohen 20 pengjet e gjalla nga Hamasi. Çfarë ka këtu? Çfarë u shkel këtu? Kush e pengoi kryetarin e parlamentit të hap parlamentin me një përshëndetje të tillë? Kush e pengoi kryetarin e partisë krimit të kërkoj fjalën dhe të hap parlamentit dhe të hap me gjatë tillë? Çfarë është kjo, domethënë këto? Kjo është për të përshëndetur, janë 20 pengje që lirohen. Po e përshëndesin të tjerë kurse ne këtu i bëjmë gjyqin atij që propozoi. Këtë duhet ta bënit ju. Po ti hape parlamentin me një apologji hipokrite. Enver Hoxhën e futet ti me urdhër të Edi Rams në agjendë. Kryegjelatin e shqiptarëve, Hitlerin e pas luftës e futet ju, nuk është aberacion, nuk është gabim i librarisë. Ka një ligj ky parlament të vitit 92 që denon propagandën komuniste dhe për Enver Hoxhën, e ndalon atë. Ka rezolut parlamenti. S'është punë biblioteke dhe bibliotekarësh kjo. Rezolutat e parlamentit janë të detyruara. Imagjinoni ju shmundnote po të futej Hitleri në Bundestag. Ju do thoni nuk ishte Enver Hoxha për masat e Hitlerit. Unë u them ju këtu, se në prill të vitit 1991, Samiti e Deus ka vlerësuar deklaratën e tij Enver Hoxhën si Hitleri pas luftës. Dhe ka disa analogjira, infanticidi, midis tjerash që, po si mund të futet ai? Faleminderit, fjalën e ka kërkuar deputetja Josefina Topalli, zonja Topalli. E fillot seancën plenare me 1 minutë heshtje. Është minimumi që mund të bëjmë. Në fakt, që të mos duket që ai minutë heshtje ishte hipokrizi, mendoj se ajo që ka ndodhur me vrasjen e zyrë të gjykatësit është i paprecedent në botë. As kartelet e Ekuatorit nuk kanë vrarë kurrë një gjykatës në zyrën e tij duke lexuar vendimin. As mafia italiane nuk ka vrarë kurrë një gjykatës në zyrë duke lexuar vendimin. Kjo ka ndodhur vetëm në vendin tonë. Minimumi që mund bëjmë ne si parlament është që të fillojmë një moment të një reflektimi të madh kombëtar. Relativizimi që përpiqen t'i bëjnë përmes mënyrave të ndryshme kësaj vrasje që në fakt tregon se kombion është në zgrip të hymners, është një alarm i madh për secilin prej nesh, po për të gjithë shtetin. Por në një vend kur ka ministra dhe nuk ka shtet, në një vend ku ka ligje dhe nuk ka drejtësi,
në një vend ku presidenti shkel dhe nuk njeh gjykatën kushtetuese, më thoni jo, çfarë emri do t'i ve? Ju mendoni se autokracia shpallet me dekret? Jo, mër zoti kryetar. Ajo fillon avash si një proces, fillimisht duke friksu deputetët, pastaj pushtetin lokal, pastaj duke angushtu fjalën, pastaj duke e relativizu, dhe në fakt me vrasjen e gjykatësit është vrar iluzioni se në vendin ton ka shtet. Nëse nuk fillojmë të reflektojmë, në humner të shkoj ky vend. Faleminderit. Zoti Gazmend Bardhi ka kërkuar fjalën, zoti Bardhi. Faleminderit zoti kryetar, dhe unë kam për çështjen që ngriti zonja Topalli, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike sigurisht që i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe kolegëve të gjyqtarit të ndjerë, po unë besoj që sot në seancën do duhet ta kishim nisur me një fjalë dorëheqje të ministres së brendshme të Republikës së Shqipërisë. Është e paimagjinueshme që një gjyqtar të vritet në sallën e gjyqit tek lexon vendimin gjyqësor të dhënë sipas bindjes tij të brendshme apo sipas ligjit, dhe ministra e brendshme të gënjejë opinionin publik se policia e shtetit nuk ka detyrime për të garantuar sigurinë në institucionet e drejtësisë, në rastin konkret në gjykatën e apelit. Së pari, sipas legjislacionit të fuqi, është detyrë e policisë së shtetit që të garantojë sigurinë në institucionet e drejtësisë dhe në gjykatat e këtij vendi. Së dyti, Këshilli i Lartë Gjyqësor ju nxorri nga mëngjesi në darkë zbuluar, ku publikoi korrespondencën me ministrin e brendshëm dhe me drejtorin e përgjithshëm policisë, ku kërkonte për shkak të ngjarjeve që kishin ndodhur në gjykatën e apelit, ku gjyqtar të tjerë ishin kërcënuar dhe ndjerë të kërcënuar në sallën e gjyqit, kërkonte mbështetjen e policisë së shtetit dhe policia e shtetit refuzonte në përmbushje të ligjit të garantonte sigurinë e gjyqtarëve në ushtrimin e funksionit tyre. Dhe kjo çështje nuk mund të kalojë si një ngjarje dite apo jave. Kurrë në historinë botërore nuk ka ndodhur që një gjyqtar të vritet në sallën e gjyqit. Dhe ndërsa momentin e parë kishte përgjegjësi politike për treguar që po ne mbajmë përgjegjësi ku një ngjarje e rëndë trondit, jo thjesht opinionin publik shqiptar, por opinionin ndërkombëtar, pas sqarimit apo reagimit që bëri, ku shpjegoi se nuk ka punonjës policie, nuk ka shkuar ndonjëherë në gjykatë. Në derën e gjykatës dhe përgjegjës për hyrje daljet e individëve nga publiku në gjykatën e apelit Tiranës është punonjësi i policisë. Nuk mundet një punonjës i sigurisë i pa armatosur të ndaloj një person të armatosur të hyjë në gjykatë. Është detyra e policisë së shtetit, sipas ligjeve të këtij vendi. Prandaj, zoti kryetar, ne duhet ta nisim nga këtu. Ministra e brendshme duhet të jap dorëheqjen, kryeministri duhet vi dhe të jap shpjegime pse për 3 vite nuk i është përgjigjur kërkesës organeve drejtësisë për të shtuar masat e sigurisë me punonjës policie në gjykatat e vendit. Nuk është ngjarja e parë e rëndë që ka ndodhur në gjykatën e apelit. Në kohën kur KLG-ja u ka kërkuar ndihmë, janë marrë peng brenda sallës 3. Ta mbaroj fjalin. Faleminderit, zoti kryetar. Janë marrë peng 3 gjyqtar, një trup gjyqësore në ato gjykatë, dhe kjo është arsyeja pse Këshilli i Lartë Gjyqësor ka kërkuar ndihmën e shtetit për të mbrojtur gjyqtarët. Çfarë keni bërë ju? Ju i thoni nuk kemi punonjës policie për të garantuar sigurinë e gjyqtarëve, në rrok keni punonjës policie për të dhunuar çdo ditë qytetarët shqiptar, për t'i çuar dhe për t'i nxjerrë nga shtëpitë e tyre? Po çfarë shteti është ky? Dhe ne vim këtu bëjmë teatr se kush s'ka ndodhur asgjë. E kaluam me ngushëllimin dje dhe mendum se u mbyll kjo histori. Kjo histori, zoti kryetar, nuk duhet mbyllur në këtë formë. Ne do duhet përcaktojmë kush ka përgjegjësi dhe zonja që ulet atje, se kush s'ka ndodhur asgjë, do duhet mbaj përgjegjësi. Faleminderit. Zonja Zhupa ka kërkuar fjalën, zonja Ina Zhupa. Mund të pres.
Ministri i Drejtësisë më pas zonja Zhupa, ministri e merr fjalën kur ta kërkojmë. Ndjes. Po tani unë Ministri e merr fjalën kur ta kërkojmë, mos grindemi për një gjë që fjalën e ka ministri i Drejtësisë më pas zonja Zhupa, sipas rregullores. Shumë faleminderit kryetar, në fakt të bësh politik me vrasjen dhe me një rast tragjik, ju lutem mos më ndërpre. Ju lutem mos më ndërpre. Se sa kam filluar, duroj deri në fund. Dhe të bësh retorik, të mundosh të kapitalizosh politikisht, mi vrasje, mi kuf, është e rëndë. Akoma nuk janë bërë shtatat e para. Keni përgjegjësi për gjithë gjuhën denigruese që keni përdorur ndaj gjyqtarëve, ndaj prokurorëve. Nga daljet në balkon që keni folur, e keni sharë të lëndisur, spaku e skrapi etj. Të hënave çdo të hënë me gjuhën që keni përdorur ndaj prokurorëve, gjyqtarëve atje. Nga Altin Dumani, Altin Troplini, Dum Zamani, gjithë këto që keni përdorur. Këto janë gjithë akuzat dhe gjuha urrëties që keni ngjallur ndaj gjyqtarit. Dhe sigurisht që normalisht do ndodhin këto ngjarje të tilla. Sigurisht që keni ndërsyer ato militantët tuaj, patjetër. Dhe njëse mos bëj zhurmë. Unë flas tu si përfaqësues i mbrojtjes institucioneve të drejtësisë. Dhe ju keni qenë këtu gjithkohës. Dhe keni lënë. Lutem lejoni të mbaroj fjalën. Nga prokuroria e përgjithshme që keni ofenduar në syt publikut, në syt ndërkombëtarëve, keni anatemuar partnerën strategjik, ambasadorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ambasadorin e Unionit Evropian, vetëm se mbështetën reformën në drejtësi. Dhe reforma në drejtësi po sjell këto rezultate. Dhe të hënave ku shkoni atje, ndjellni gjuhën e urrëties. Dhe ju keni goxhisi dhe thot zonja që nuk ka bërë atentatin mafioze këtu. Ç'është kjo? S'keni turp. Nuk keni turp, shqiptarët e din. Prandaj ju kanë votuar, ju kanë lënë aty ku ju kanë lënë. Dhe mos linçoni prokuror, mos linçoni gjyqtar, mos ngjallni gjuhën e urrëties. Urrëtia prodhon vetëm urrëtie, prodhon dhunë dhe ju këtë keni bërë gjithë këto vite. Dhe turp t'u vi ju. Dhe keni kujdes ku bëni kapital politik me gjyqtarë prokurorë. Lëni të bëjnë punën e tyre. Lëni prokurorë e gjyqtarë bëjnë punën e tyre, derisa të vinë te ju, derisa të vinë në pasuritë që keni vjedh këtij populli. Faleminderit, zonja Zhupa ka fjalën për procedurë. Zonja Zhupa. Zoti Bardhi lejoni zonjën Zhupa të mbaj fjalën për procedurë. Zoti Bardhi. Zoti Ministër, turp të vi ty që sot këtu po bën avokatin e një vrasësi, turp të vi ty që si zëvendës ministër i brendshëm nuk i e përgjigjur thirrjes për ndihmë që të kanë bërë Këshilli i Lartë i Gjyqësorit. Turp të vi ty që sot nuk mban përgjegjësi bashkë me kolegën tënde për vrasje në sallën e gjyqit të një gjyqtari që jepte vendim në emër të Republikës së Shqipërisë. Një gjyqtar që po ushtronte funksionin atje. Kur policia e shtetit thotë që nuk kam kapacitet për të mbrojtur një gjyqtar dhe për të mbrojtur njerëzit e drejtësisë, çfarë kapaciteti keni ju për të siguruar jetën e qytetarëve shqiptar? Çfarë garancie duhet kemi ne te kjo qeveri, te ju si ish zëvendës ministri i brendshëm dhe sot i promovuar pikërisht për këto dështime, pikërisht për mos përgjegjësinë ndaj qytetarëve shqiptar? Çfarë garancie kanë sot qytetarët për jetën ku në sallën e gjyqit ku duhet kishte 3 palë kontrolle vritet ai që jep vendim në emër të Republikës? Po, këto janë rezultatet e reformës në drejtësi që thua ti. Këto janë rezultatet ku njerëzit shkojnë në vetgjyqësi dhe vritet gjyqtari në sallën e gjyqit. Këto nuk janë rezultatet e reformës në drejtësi. Këto janë rezultatet e keq qeverisjes tuaj. Janë rezultatet e një qeverie që nuk i çon policët që të mbrojnë shtetin, po i bën vegla, mash për interesat tuaja politike. Sot qytetarët janë të trondittur, se e din që në rrugët e Sarandës atje ku jam unë, e rrugët e Konispolit nuk i hedh njeri syt, kur në mes të Tiranës në gjykatën e apelit vritet gjyqtari. E pra, në 1 minutë heshtje mund ta
mbajmë dhe duhet ta mbajmë në respekt të tij, por nuk do të thotë që ky kuvend duhet heshti. Nuk do të thotë që heshtja duhet pakosi Shqipërinë ku ndodhin vrasje më të rrezikshme se në shtete që kanë definicion si shtete autokrate, si shtete të mafia, si shtete të drogës. Ju i keni te i kaluar. Ju keni te i kaluar çdo skenar. Ju keni te i kaluar si thoshte ministrja juaj dhe ato që bëheshin filma, sepse Shqipëria sot është në një realitet ku nuk ofron siguri. Dhe ju të dy, Ministri i Brendshëm dhe Ministrja e Drejtësisë, apo siç jeni Ministri dhe Ministrja, të dy që jeni, nuk është fare për të qeshur, se në fakt jeni skandalos në qëndrimet që mbani dhe në përgjegjësinë që duhet keni para shqiptarëve. Kuvendi duhet flasi për sigurinë, kuvendi duhet flasi për jetën e njerëzve, kuvendi duhet mbajë qëndrim për këtë ngjarje dhe ju që të dy, ti dhe si ish zëvendësministri i Brendshëm dhe zonja ministre, të dy duhet ikni, të jepni dorëheqjen dhe ky kuvend të ketë mundësi të diskutojë, të marrë masa që nga siguria e deri tek ajo pseudo reforma në drejtësi. Shumë faleminderit. Faleminderit. Zoti Balla ka kërkuar fjalën. Tani ta mbarojmë mirë. Zoti kryetari i kuvendit u bë seanca e disa të radhazi, por sot po arrin kulmin që kërkohet fjala për procedurë dhe për fatin ton të mirë të pasurit një opozite pa kokë dhe pa bisht. Në procedurë kërkohet dorëheqja e një ministri. Edhe këtë nuk e kishim parë, por e gëzuam sot me ju që ju paqim sa malet. Sepse në seriozitetin e një parlamenti, një grup parlamentar, një grup deputetësh për 7 vetësh apo më shumë se kaq, nëse u dhem shpirti seriozisht, jo për të bërë korbin, por për të bërë politikanin e përgjegjshëm, mund të kishin ardhur këtu me kërkesë procedurale dhe sa po e kemi miratuar me konsensus, zhvillimin e debatit për i bie 10 orë të 4 çështjeve që kemi sot në rendin e ditës. Në javën e ardhshme ose në javën vim do të kemi një debat 12 orë gjys me standardin që vendosim sot për 5 institucionet e drejtësisë që raportojnë këtu. Do ta kemi aty debatin. Nuk do ta kemi dhe nuk mund zhvillohet një debat për një çështje. Fyejmë familjen e të ndjerit, fyejmë gjyqtarët dhe prokurorët, magjistratët, të cilët sot nga kuvendi i Shqipërisë presin një mesazh solidariteti, presin një sinjal mbështetje, presin një distancim nga personat caktuar që tek dera e gjykatës kërcënojnë prokurorin dhe gjyqtarin. Kjo është e vërteta e madhe që presin. Por ne shqyr që ju kemi, ju Shqipëria gjuna që ju ka ju. Sepse të marrish fjalën për procedurë vjedhurazi. Të them të drejtën duke shfrytzuar edhe një lloj qytetarie pa rregullore të Niko Peleshit, i cili po u ale atë 3 minutshin të bëni çfarë doni ju. Dhe zoti kryetar, të lutem shumë, unë jam kryetari i shumicës, zbatoni rregulloren e kuvendit. Fjala për procedurë merret vetëm kur bëhet fjalë për një çështje të rendit ditës apo një propozim për ndryshim të rendit ditës. Kjo histori dhe unë shuhem që e mbaj fjalën. Kemi bërë një diskutim në konferencë kryetarëve ku na u tha që sot nuk do të ketë më teatr, merrni për Zërbalin ju. Merrni për Zërbalin. Sot tha njëri nuk ta mbaroj fjalin. Ketë më teatr që ka zhvilluar jo proces verbal etj. Dhe tjetra. Gjova një këtu që kulturën e ka me klering, që i bërtiste ministrit, sa herë fliste ministri, më falni, o idiot. Ky njeriu këtu nuk ka vend. Zoti kryetari i kuvendit, unë kuptoj që zhurma nuk ju linte, po ishte një këtu që i bërtiste ministrit, o idiot. Ky çfarë është ky mos, se këtë se gjë, unë këtë lloj tani ne
e kuptoj. Tani, ky o e tërheq mbrapsh atë që tha, dhe kërkon ndjes ministrit, ose zoti kryetar kërkoi 5 minuta pushim, ky zotëria dali për jashtë. Faleminderit. Faleminderit, 5 minuta pushim kërkuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Është ndërprerë kështu seanca për 5 minuta pushim. Sigurisht diskutimet kanë qenë të shumta edhe sa i takon edhe asaj çfarë ka tërhequr në fakt vëmendjen gjatë këtyre ditëve vrasja e një gjyqtari në vendin e punës, duke nisur kuvendi me 1 minutë heshtje në nderim të tij, por nga ana tjetër sigurisht ka pasur diskutime sa i takon sigurisë së punonjësve të drejtësisë në vendin e punës. Sigurisht, nga ana tjetër është përmendur edhe marrëveshja e paqes midis Izraelit dhe Hamasit në fazën e parë. Opozita ka kërkuar që të përshëndetet kjo marrëveshje paqe dhe pikërisht në këtë çështje do të ndalemi në këto momente për ta informuar më gjërësisht publikun se çfarë është kjo marrëveshje paqeje dhe deri në çfarë pike ka arritur ajo në këtë fazë të parë të diskutimeve, por duket se tym të bardhë kemi parë të paktën sa i takon asaj çfarë është përshëndetur edhe deklaruar edhe nga presidenti Trump, por edhe nga liderët të tjerë në mbar botën. Jam Rosalba Bejdo në studio për të na treguar më shumë. Rosalba, fillimisht përshëndes, nga ana tjetër duhet përshëndesim, duket se gjithë bota po e bën këtë, një marrëveshje paqe midis Izraelit dhe Hamasit në fazën e parë të saj. Deri në këtë pikë, fillimisht çfarë dim dhe së dyti sa është me të vërtet një marrëveshje paqeje? Nuk mund ta quajmë ende Loneta marrëveshje paqe. Plani i Donald Trump me 20 pika synon të çojë drejt një marrëveshje paqe, por për momentin flasim vetëm për një dakordsi dhe një marrëveshje për zbatimin e fazës së parë të këtij plani me 20 pika të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Në fakt, lajmi i rëndësishëm dhe duhet thënë gati historik sepse që prej nisjes së luftës palët nuk kanë qenë asnjëherë kaq pranë paqes, është bërë ditur nga vetë presidenti amerikan Donald Trump pas bisedimeve që po zhvillohen në Egjipt, jo direkte mes Izraelit dhe Hamasit me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara, gjithashtu të Egjiptit, Katarit edhe Turqisë. Ishte një zhvillim i pritshëm sepse prej ditësh presidenti amerikan Donald Trump kishte pretenduar që palët ishin shumë pranë një marrëveshje dhe pas presionit të presidentit amerikan Donald Trump kundrejt jo vetëm Hamasit, por edhe aleatit të vet Benjamin Netanyahu për të pranuar planin e tij prej 20 pika. Sigurisht faza e parë është edhe ajo më e lehta për të implementuar, por një nga më të rëndësishmet, sepse për herë të parë ka një dakordsi për lirimin e të gjitha pengjeve nga ana e Hamasit. Mendohet që janë rreth 48 pengje, 20 prej të cilëve të gjallë dhe pjesa tjetër të vdekur, të cilët Hamasi i kishte mbajtur deri më tani si lev për të ndikuar dhe për të pasur përfitime në bisedime dhe në luftën me Izraelin. Fakti që po heq dorë nga pengjet dhe po i dorëzon të gjitha, do të thotë që Hamasi e ka kuptuar që është fundi. Sipas kësaj marrëveshje, e cila pritet të miratohet, nuk është ratifikuar zyrtarisht nga kabineti qeveritar izraeli dhe pritet të bëhet gjatë pasdites, që prej miratimit të saj, pas 24 orëve, do të ketë tërheqjen e parë të trupave izraelite sipas planit të Trump. Kemi një hartë edhe në studio. Detajohet tek harta. Në pjesën në linjën me blu është pjesa ku trupat izraelite janë të vendosura dhe kontrollojnë aktualisht në enklavën bregdetare, në pjesën me të verdhë që është tërheqja fillestare dhe parashikon pra një tërheqje fillestare të trupave izraelite deri në këtë pikë. Në këtë fazë të parë ishte parashikuar dhe lirimi i pengjeve që do të ndodhë dhe më pas do të jetë pjesa tjetër. Megjithatë, ka pasur bisedime gjatë këtyre ditëve sa i përket çështjes së tërheqjes së trupave izraelite, që ka qenë dhe një prej ngërçeve që pengonte arritjen e një marrëveshje me Hamasin, që kërkonte garanci të forta që Izraeli do të tërhiqej, që kërkonte që Izraeli të tërhiqej përtej vijave të përcaktuara në planin origjinal të Trumpit. Sipas burimeve të caktuara, pretendohet që Izraeli është dakordsuar që menjëherë pas implementimit të planit, pra prej 20 pikësh të presidentit amerikan Donald Trump, të ketë një tërheqje nga të gjitha qytetet kryesore të Gazës, nga qyteti, veçanërisht nga qyteti i Gazës, ku është bërë edhe ofensiva kryesore prej disa kohësh tashmë. Izraeli ka nisur ofensivën për pushtimin e plot, përveç qytetit të Rafahut, që Izraeli nuk ka planuar të tërhiqet për momentin. Sipas planit të Trump, në
fazën e parë përfshihet gjithashtu edhe shkëmbimi 20 pengjeve izraelite që do të lirohen, mendohet në 72 orë pas fillimit të zbatimit të kësaj deri të hënën, megjithatë ka raportime që mund të nisë që të dielën. Kështu që këto 20 pengje që do të lirohen dhe që janë të gjalla do të këmbehen me gati 2000 të burgosur palestinez që përfshihen rreth 250 të arrestuar në Palestinë në bregun perëndimor dhe gjithashtu edhe 1700 të tjerë të arrestuar nga Izraeli në Gaza. Megjithatë edhe në këtë pikë Izraeli ka një vit të kuqe për të mos përfshirë tek lista e personave që do të lirohen njerëz që kanë marrë pjesë drejt për drejt në sulmin e 7 tetorit vitit 2023 ku u vranë disa qindra palestinez të Izraelit. Dua të ndalem pak pikërisht tek ajo çfarë nuk dim ende nga kjo fazë e parë e marrëveshjeve. Pikërisht në momentin që ka diskutime, bëhen me dije fakti i tërheqjes trupave apo lirimi i pengjeve të tjerë. Ka gjëra që ende nuk janë të qarta, ende nuk i dim, ende ndoshta nuk janë përcaktuar siç duhet edhe nga palët? Sigurisht, nuk është detajuar në fakt, Loneta, ende se si do të funksionojë dhe si do të zbatohet kjo fazë e parë e implementimit të planit me 20 pika të Donald Trumpit. Ajo që dihet është vetëm çfarë parashikon dhe ajo që parashikon është pikërisht shkëmbimi pra i 20 pengjeve ende të gjallë të Izraelit me rreth 2000 të burgosur palestinez, tërheqja e Izraelit deri në një vit të caktuar, siç është përcaktuar edhe në planin e Donald Trumpit, por ka pasur negociata, kështu që edhe këtu ka paqartësi deri në çpik do të tërhiqen trupat izraelite dhe cilat qytete do të përfshi largimi i trupave, sepse edhe kjo nuk është sqaruar, pavarësisht se ka një plan, ka pasur vazhdimisht negociata mbi këtë. Megjithatë, nga burime ende jo zyrtare, po thuhet që Izraeli do të largohet pra nga qytetet kryesore të Gazës, do të largohet nga qyteti i Gazës, që është edhe një prej zhvillimeve më të rëndësishme, sepse prej kohësh aty ka nisur një ofensiv shumë e egër nga forcat izraelite. Kemi parë godina të rrafshuara, kemi parë qytetarë të vrarë, sepse në qytetin e Gazës jeton edhe numri më i madh i popullsisë në rripin e Gazës, janë të vendosur atje të shpërngulur nga fazat e para të luftës. Kështu që fakti që po thuhet që Izraeli do të riqet nga qyteti i Gazës është një zhvillim shumë pozitiv. Parashikohet gjithashtu edhe hyrja e 400 kamionëve me ndihma që do të fillojë të hyjë çdo ditë që prej fillimit të zbatimit të fazës së parë të planit të Donald Trumpit dhe më vonë gradualisht do të ketë një rritje të ndihmave dhe kamionëve me ndihma që hyjnë në territor, gradualisht pasi të kalohet në fazat e tjera të zbatimit të planit. Të ndalemi pak këtu. Pra kemi një fazë të parë të marrëveshjes, edhe ndoshta qytetarët që e dëgjojnë kështu sigurisht janë të interesuar se si do të vijojnë më pas edhe këto bisedime. Do të ketë takime të tjera, çfarë pason përtej atyre çfarë ndodhin në terren, si do të vijojnë edhe procedurat, qoftë edhe diskutimet, sa i takon një marrëveshje të plot apo një paqe të plot, sigurisht me ndërhyrjen edhe të vendeve që tashmë e kanë dhënë kontributin. Ajo që vjen më pas, Loneta, pritet të jetë edhe pjesa më e vështirë e këtyre negociatave, sepse nëse ka dakordsi, Hamasi dhe Izraeli u dakordsuan që prej fillimit kur është sinjalizuar që e kanë pranuar në parim planin me 20 pika të Donald Trumpit, u tha që kishin rënë dakord në parim që të pranonin të lironin pengjet si Hamasi dhe gjithashtu Izraeli për të liruar të burgosurit në burgjet palestineze, në burgjet izraelite. Ajo që vjen më vonë është pjesa edhe më e vështirë, sepse janë dhe pikat më të kontestuara. Ka të bëjë me qeverisjen e Gazës pas luftës, ka të bëjë me çarmatosjen e Hamasit. Hamasi nuk e ka pranuar dhe në deklaratën e tij kur shprehu qëndrimin mbi pozicionin për planin e Trump, nuk e ka pranuar çarmatosjen dhe edhe nëse do ta pranoj, nuk dihet se si në çfarë kushtesh do të mund të ndodhë. Do duhet të hynin një delegacion i caktuar që do të pranonte dhe dorëzimin e armatimeve, si do të bëjë, si do të verifikojë inspektimi i armatimeve. Ka pasur gjithashtu kontestime mbi planin e tërheqjes së trupave izraelite. Hamasi ka kërkuar bisedime të mëtejshme lidhur me këtë çështje, pasi nuk është dakordsuar plotësisht me planin e Trump dhe kërkon garanci të forta që trupat izraelite do të tërhiqen
sipas premtimit të dhënë apo sipas zotimit të Benjamin Netanyahu. Ka pasur gjithashtu diskutime dhe kontestime nga ana izraelite pra se çfarë do të ndodh me Gazën e pas luftës. Sigurisht që palestinezët kërkojnë që dorëzimi i Gazës pas largimit të Hamasit t'i bëhet autoritetit palestinez që drejton bregun e pushtuar perëndimor. Megjithatë Netanyahu nuk e ka planuar diçka të tillë dhe aq më tepër eksponentët ekstremistë të qeverisë së tij që e kanë kundërshtuar vazhdimisht sepse dhënia në dorëzim e rripit të Gazës autoritetit palestinez do të thoshte fuqizim të autoritetit palestinez dhe në një farë mënyre do të legjitimonte kërkesën dhe pretendimet e tyre për një shtet palestinez, diçka të cilën Izraeli nuk e pranon. Dhe kjo është një tjetër pikë e kontestuar pra mënyra se si do të qeveriset Gaza e pas luftës. Këtu është një pyetje miliona dollarëshe sepse askush nuk e di se si do të arrihet të gjendet një qeveri për Gazën e cila të mos përfshi as pjesëtar të Hamasit, të mos përfshi as njerëz që kanë lidhje me autoritetin palestinez, kështu që kjo do të jetë një pikë dhe një gjë shumë e vështirë për t'u zbatuar dhe për t'u kthyer në realitet. Sigurisht ata që na ndjekin në këto momente pyesin veten po me ato plane që i kemi parë edhe të publikuara në media për resorte turistike madhështore apo edhe për menaxhim të Gazës nga Amerikanët apo vendet arabe etj që kanë qenë të gjitha këto duket skenare të hedhura ndoshta më shumë në ajër se sa në tavolinë. Pritet që ndonjëri prej tyre me të vërtetë të realizohet apo jemi aq larg atij momenti sa asgjë nuk është e saktë apo e qartë. Një gjë është e sigurt, Loneta, që larg atij momenti sigurisht nga ai momenti jemi shumë larg. Në planin që Trump dhe që është bërë publik me 20 pika parashikohen investime dhe si thuaç zhvillimin e Gazës dhe do të investohen projekte për ta zhvilluar Gazën e pas luftës, edhe kjo është diçka shumë rëndësishme. Megjithatë nuk përmendet ajo që Donald Trump kishte kërkuar dhe që ka qarkulluar në media, kthimi i Gazës në një rivjerë turistike, por sigurisht do të ketë projekte infrastrukturore që do të shërbejnë për të zhvilluar Gazën, për ta rindërtuar fillimisht, dhe kjo është diçka pozitive. Por mbetet për tu parë gjithçka që do të ndodh, sepse do të jetë e vështirë, siç tham, që të arrihet deri në këtë fazë, pra që do të ishte dhe faza e fundit dhe ajo e rindërtimit të Gazës. Me shumë vështirësi u kalua dhe faza e parë që është më e lehta e diskutimeve, do shohim se si do shkojnë edhe të tjerat. Pyetja më e rëndësishme në këtë moment është çfarë ndodh me palestinezët. Duke pasur parasysh të gjitha planet që janë bërë edhe në deklarata të ndryshme të liderëve të mëdhenj botror që edhe mund të zhvendosen nga territoriet e tyre. Çfarë ndodh me ta pas kësaj marrëveshje? Një gjë e rëndësishme edhe për të përmendur tek plani me 20 pika i Donald Trumpit është fakti që nuk përmendet dhe thuhet që nuk do të ketë shpërngulje të detyruar të palestinezëve. Dhe kjo është diçka e mirë, sepse në momentin kur po diskutohej plani fillestar për kthimin e Gazës në një rivjerë turistike, u tha që palestinezëve do t'u kërkohej të largoheshin kundrejt edhe shumave të caktuara parash, apo ofrimit të aseteve të tjera ndoshta dhe jashtë vendit, do të shpërnguleshin përkohësisht derisa Gaza të rindërtohej. Në planin aktual, dhe kjo është diçka pozitive, nuk përmendet një mundësi e tillë e largimit të palestinezëve me forcë, por kjo nuk do të thotë që nuk do të ketë shpërngulje masive të palestinezëve, nuk do të jetë detyruar, por shumë prej tyre do të thuhet që nëse doni mund të largoni dhe shumë prej tyre base mund të zgjedhin që të largohen. Megjithatë, se çfarë do të bëhet me palestinezët mbetet për tu parë. Për palestinezët mendoj që pavarësisht dhe zhvillimeve pozitive lidhur me këtë plan të Donald Trumpit dhe me fillimin e një armëpushimi që është edhe një hap i mirë drejt paqes, paqja e përhershme për palestinezët nuk mund vi pa një njohje të shtetit palestinez, dhe në këtë drejtim nuk është se ka pasur zhvillime pozitive, sepse edhe Amerika që e ka mbështetur zgjedhjen e dy shteteve aktualisht nuk e thot më diçka të tillë me zë, dhe aq më tepër Izraeli vazhdon ta kundërshtojë gjithmonë më fort, kështu që mbetet për tu parë se si do të shkojë. Pavarësisht se disa shtete europiane në fakt e kanë mbështetur zgjidhjen me dy shtete, tashmë duan të njohin edhe shtetin e Palestinës, është e vështirë të arrihet deri në atë moment sa të flasim edhe për një shtet palestinez. Duhet ndalen pak të reagimet, sepse edhe pse është një fazë e hershme e diskutimeve, duket se sadopak tymi bardh të dalë në këto diskutime është e rëndësishme për botën dhe është përshëndetur, sikur se thamë edhe në hyrje të kësaj bisede, nga liderët ndryshëm në të gjithë botën, në Amerikë, në Europë dhe në vende të tjera.
cilat janë këto reagime? Reagimet kanë qenë të gjitha pozitive, Loneta, në fakt, vetë plani Donald Trumpit që kur u bë publik, bashkoj dhe unifikoj si rrallë herë si botën perëndimore, ashtu edhe botën arabe, e cila e ka pranuar dhe e ka përshëndetur planin e Trumpit si një mundësi reale drejt paqes. Kështu që kësaj edhe ky zhvillim i rëndësishëm që u njoftua në orët e para të ditës së njëjtë pikërisht nga Donald Trumpi është mirëpritur. Ka pasur reagime nga një sër liderësh europian, nga Bashkimi Evropian, Ursula von der Leyen, kanë reaguar lider të Francës, të Gjermanisë, lider arab, Turqia, Erdogan e ka përshëndetur planin dhe të gjithë janë dalur për të falenderuar presidentin Donald Trump, të cilin e shohin dhe i njohin meritën për këtë hap të parë të rëndësishëm drejt paqes. Madje edhe vet Hamas ka dalë një deklarat ku përveç se ka falenderuar ndërmjetësuesit që kanë bërë, duhet të thënë, një punë shumë të vështirë, sepse roli i tyre ka qenë kyçi vendeve arabe siç janë Katari, Egjipti dhe Turqia, të cilët kanë ndërmjetësuar vazhdimisht paqen, sepse bisedimet kanë qenë jo direkte mes Izraelit dhe Hamasit. Hamasi ka falenderuar tekstualisht edhe presidentin amerikan Donald Trump, që siç tha, i ka njohur përpjekjet e palodhura për të vendosur paqen. Ka pasur gjithashtu dhe një telefonat që nga mediat është përshkruar si emocionuese mes presidentit Donald Trump dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka ndarë një bisedë të mallëngjyer me Netanyahu që e ka falenderuar për këtë mundësi dhe për këtë lajm të madh që u kanë dhënë sot popullit izraelit, që do të mirëpresi tani pengjet në shtëpi pas një agonie gati 2 vjeçare, dhe ka ftuar që të mbaj një fjalim në nesetin në parlamentin izraelit, ndoshta brenda pak ditësh, dhe Trump nuk e ka përjashtuar mundësinë që të vizitojë lindjen e mesme, ndoshta të ndalojë dhe në Gaza, në Egjipt, pse jo edhe në Izrael, që prej të dielës për të shpallur dhe për t'i marrë meritet ashtu siç Trump do të donte për këtë zhvillim të rëndësishëm. Përderisa ende nuk është dhënë Nobeli i Paqes, shohim nëse kjo do jetë mjaftueshëm që Donald Trump ta arrijë edhe këtë sukses krejtësisht personal. Faleminderit Rosalba për gjitha detajet që përcolle sa i takon lajmeve që janë herë të qarta, herë të paqarta në fakt për atë që ndodhin lindjen e mesme, por duke shpresuar tek një paqe sa më shpejt jetë e mundur. Në vërtet, faleminderit Loneta. Përsa ne rikthehemi zhvillimeve në Kuvend, ku diskutimet kanë qenë me tensione të shtuar në fakt që prej nisjes së kësaj seance, me njëherë pas një minuti heshtje që është mbajtur në nderim të gjykatësit të vrarëve pas pak ditë më parë. Drejtuesi i Këshillit Ministrave për të parandaluar që krimi organizuar të kenë ndikim të ndjeshëm në ekonominë shqiptare, apo të mos dëmtoj konkurencën e lirë në treg, siç citonte edhe raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit. Dhe çfarë thot kryetari i Kuvendit të Republikës Shqipërisë, nderuar koleg, numri 2 i shtetit shqiptar. Kryetari i Kuvendit, pasi ka bërë një rezume gjysmëfaqe të asaj që ne kemi kërkuar, në gjysmën tjetër të faqes na thot se kërkesa juaj për informim sapo atë çështje që unë citova nuk përbëjnë aspekte të rëndësishme të veprimtarisë së Këshillit Ministrave. Që opozita ka thënë prej kohësh tashmë që lufta ndaj krimit organizuar nuk është prioritet i kësaj qeverie. E kundërta është prioritet. Ulja e përfaqësuesve të krimit organizuar në karriget e ministrave. Por që të arrijmë në ditën ku kjo të provohet me thirrmë dhe me vull të kryetarit të Kuvendit, kjo nuk na kishte vajtur në mend. Unë e di që lufta ndaj krimit organizuar është aspekt jashtëzakonisht i rëndësishëm i Këshillit Ministrave. Nëse ju keni shpallur, sipas kësaj shkrese, aleancë zyrtare me krimin e organizuar, dhe faleminderit që e pranoni zoti kryetar i Kuvendit, këtu ka rënë shteti. Do ishte më e ndershme që thonit që po Edi Rama vazhdon traditën e shkelësit të ligjit që i friksohet përballjes në Kuvend dhe fshihet nga llogaridhënia. Dhe ka arsye dhe unë do t'i shpjegoj sepse është fshehur sot nga ky Kuvend. Cili nga ne këtu nuk ka dëgjuar që shtetasi, drejtuesi një prej karteleve më të rrezikshme drogës në botë,
shteta si Artur Sheu është tashmë në kërkim në disa vende. I vetmi vend ku nuk është në kërkim, përkundrazi, hyn dhe del lirshëm në çdo zyrë të shtetit, është Republika e Shqipërisë. Me paratë e trafikut drogës, siç thot në fakt investigimi i kryer nga gazetari italian në takimin e Arubës, u ra dakord, dhe takimi bëhet fjalë për vitin 2020 për t'ia sqaruar opinionit publik, u ra dakord që ky grup kriminal do të pastronte paratë e pista përmes investimeve në Shqipëri. Dhe kryeministri do duhet vinte këtu dhe të na thoshte, ka ndodhur apo jo? Se i cili prej kolegëve të mazhorancës duhet pyesi sot, na thuaj, ka ndodhur apo jo? Çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë do duhet pyesi sot, ka ndodhur apo jo? Për fat keq po. Ka ndodhur. Me firmë të Edi Ramës. Dhe ky është dokumenti. Me vendimin numër 29 të datës 14/12/2022, Këshilli Kombëtar i Territorit, i kryesuar nga kryeministri Edi Rama, se ka lënë Belindës sa herë me firmos. Ministra e Linjës, famozja Mirela Kumbaro, dhe nga drejtoresha e Agjencisë Përkatëse, ka pajisur me leje ndërtimi për objektin Godin me funksion shërbimi në shëtitoren bregdetare në fushën e sportit drejt tunelit, Bashkia Vlorë me subjekt zhvillues shoqërin Allenis SHPK. Do thoni ju, ku është Artur Sheu, se që ka kompani. Shkojmë në QKR. Kush është pronari i kompanisë që me firmë të Edi Ramës, si kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit, ka marrë leje ndërtimi në një zonë ku vetë kjo qeveri kishte thënë që s'ka ndërtime, se do shtrihet lungomare nga fillimi deri pas tunelit. Dhe po të shkoni sot atje, i vetmi ndërtim që e prish të rregull është ndërtimi i kompanisë Allenis SHPK, 100% në pronësi të Artur Sheut, njeriu që ka takuar përfaqësues të Edi Ramës për të marrë leje ndërtimi dhe për të pastruar para në Aruba. Ky është dokumenti. 100% në pronësi të zotrisë në fjalë. Dhe nuk kam mjaftuar vetëm kaq. E kam projektin aty. Më gjeni një ndërtim, se thot hapësira publike, i ka dhënë leje të futet në det. Ka bërë pistë madhore të futjes në det. Dhe nuk mjafton vetëm kaq. Por çdo takim elektoral, ku është zoti Çuçi? Në 23 mars e ka pas fundit. Çdo takim elektoral të Partisë Socialiste ku është prezent Edi Rama bëhet në bizneset e Artur Sheut, në këtë ndërtim që unë po flas. Jo vetëm kaq, por ka ndërtuar me para publike 2 pishina olimpike, që sot nuk i përdorin falas qytetarët e Vlorës dhe të Shqipërisë. I ka zaptuar ky njeri që pronën publike e ka kthyer pra 2 pishinat në pronën e tij private dhe merr tarifën 20 euro për çdo hyrje në ato pishina. Prandaj është kthehur pas teje sot Edi Rama dhe nuk vjen këtu. Sepse me firmë të tij direkte, siç thot investigimi i gazetarit, ka pajisur me leje ndërtimi një person të skeduar si kreun e kartelit, një karteli ndërkombëtar të drogës, një nga më të fuqishmet në kërkim në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në kërkim në Itali, në kërkim në vend. Mbarojmë fjalinë. Faleminderit. Ka dhënë atë që ka premtuar në takimin e Arubës. Prandaj kjo është çështje që ai do duhet vi t'jap llogari. Sigurisht që ne gjithë dokumentacionin që disponojmë do ta çojmë në prokurori. Nuk do jetë e largët dita ku Edi Rama dhe kjo qeveri e korruptuar dhe lidhur me krimin organizuar duhet dhe do t'jap llogari. Faleminderit.
Faleminderit zoti Bardhi. Sipas rregullores nuk ka debat, ka votim të hapur. Kush e kërkon procedurë? Zoti Noka, kërkoni fjalën procedurë. Urdhroni për procedurë, ju lutem, për rregulloren, votimin, seancën. Urdhroni. Për procedurë. Tani Për procedurë. në çdo vend ku ka qeverisje demokratike ka ndodhur ngjarje shumë më të pak konsiderueshme se kjo që ndodhi në gjykatën e apelit Tiranë, kanë dhënë dorëheqje drejtor policie, ministra, madje në Austri, për një ngjarje shumë më minore se kjo, ka rënë edhe qeveria. Ju flisni për një qeveri që do të shqojë Shqipërinë në Europë, në fakt që stili juaj i qeverisë është më shumë se bizantin, me një pashpirtësi të pashoqe. Pse e them këtu? Procedura, është vrarë një gjyqtar. Dhe këtu ministri i drejtësisë së bashku me zonjën ministret bërshme në vend që mbanin përgjegjësi morale, po dhe ligjore, po morale më radh parë, vinë këtu dhe zgërdhihen para opinionit publik, ju i duar trokisni, vinë këtu dhe flasin idiotësira të pashoqe, duke i drejtuar gishtin se fajtori që nga opozita, dhe kjo është idiotësi. Kjo nuk është asgjë tjetër përveç se idiotësi. A e kuptoni se ku jeni, a se kuptoni se ku jeni. Ju zotri, prandaj keni quar situatën në Shqipëri në këtë vend, sepse kur trimrohet krimi kur qeveris me ju dhe është bashkë me ju dhe ka mbrojtjen tuaj. Po, trimrohet trimi, sepse nuk keni policë të mbroni gjykatën e apelit, por për ta shoqëruar Suelin ke dentisti nga Elbasani në Tiranë me makinë policie dhe me policë, po, e bëni ju, keni policë. Ja pra kjo është e vërteta, jo me larg, para 2 javësh, me policë dhe me makinë policie. Këtu po të ndodhte kjo gjë në çdo vend botës do shembej gjithë shteti, po këtu po ju është kjo, bëjnë filma, 3 ditë çudia. Pse ndodhi vrasja e një gjyqtari? Sepse keni shkatruar dhe keni rënuar drejtësinë dhe mbledhni ndaj gjithë asaj që keni bërë ju shkon te individët. Ndodh sepse krimi, kur shef që ju jeni në tavën e tij dhe jo ata nën fundrat tuaja, krimi spyet pastaj. Dhe vini këtu dhe na flisni dokra, bëni sikur, po ka gjë më të turshme. Sot po flitej për një gjyqtar të vrarë dhe ju duar trokisni, po kjo kalon kufit e cinizmit njerëzor. I është vënë tritol një deputeti këtu para 20 ditësh. Zoti Noka, e gjithë fjala ishte debat, nuk ishte për procedurë. Ndërkohë kur kërkoni respektimin e rregullores, mirë është ta respektoni të parët. Gjithsesi jemi te procesi i votimit, i cili nuk ka debat. Përfundojmë procesin e debatit e votimit dhe më pas kush e kërkon fjalën procedurë do ta marr padyshim siç e keni marrë gjithë, po ju lutem respektoni kërkesat e rregullores kur vjen fjala te procedura. Votimi i hapur me kartona për kërkesën për zhvillimin e interpelancës urgjente. Kush është pro? Kush është pro? Kundër? Abstenim? Kërkesa nuk miratohet. Vijojmë me pikën tjetër. Keni kërkuar për procedurë zoti Balliu fjalën? Zoti Klevis Balliu. Për procedurë ju lutem. Zoti kryetar, asnjë nga kolegët e juaj të mazhorancës nuk mban fjalën për procedurë. Qoftë ministri, qoftë kryetari i grupit parlamentar tuaj, përveç se vinë këtu dhe fajin e ka opozita. Zonja ministre e brendshme duhet të jepte dorëheqjen sepse ka bërë një deklaratë falso, ku ka thënë nuk është çështje e policisë, ndërkohë KLG-ja i ka kthyer përgjigje.
dhe i kanë nxjerrë dokumentin dhe provën që është punë e saj. Ai që ka ngjitur ka qenë zëvendës ministri i brendshëm. Ka përgjegjësi. Tani ndodh vrasja në gjykat, nuk dim gjë, kemi përgjegjësinë, e ka fajin opozita. Ndodhin vrasjet e fëmijëve në shkolla, e ka fajin TikToku. Ndodhin vrasjet e qytetarëve kur përplasen banda që i sjellin këta në parlament. Kush e ka fajin? Prapë opozita. Siguria nuk është e Partisë Demokratike, o zotëri. Keni fëmijë vetë. I kemi shkollat pa sigurta se zgjeni polic. Gjykatat pa sigurta se zgjeni polic. Pse me sigurim prone një partie është? Ju të gjithë duhet çonin këmbë sot të flisni për këtë çështje. Dhe zoti kryeministër duhet ishte këtu në këtë seancë për këtë çështje. E ka kthyer këtë si një lokal që heri pëlqen të vi, e heri si pëlqen të vi. Këtu ka detyrim ai kushtetues të vi dhe të përballet, qose janë vërteta akuzat tona. Për sa i përket ofendimeve që i bëjnë deputetëve dhe që kërkohen përjashtime, po si ka mundësi zoti kryetar që e njëjta parti që ka sjell deputet që fshinin vrasës në Durrës kërkon përjashtimin e atyre që i ka arrestuar ata vrasës. Kriminalët në kohën e Partisë Demokratike nuk vinin në parlament, shkonin në burg. Ju i nxorët nga burgu, i futët në punë bashki. Dhe këto janë realitete, faktet pamohueshme. Dhe tani të rrim dhe të dëgjojmë dëgla se fajin e pas ka opozita. Është një nga ngjarjet më të rënda. Tregon që ne s'kemi siguri për jetën. Fëmijët pa sigurt, familjet pa sigurta, gjykatat pa sigurta, institucionet pa sigurta. Po shkohen laboratorët e kokainës dhe paksohen shkollat. Çka kujtoni se janë trastësishme këto? Pse më problem vetëm i një partie është kjo? Ky është problem kombëtar. Njeriu që po i shërbeni cënon sigurinë kombëtare. Të familjes tuaj që jeni aty, familjes time dhe të gjithëve atyre që janë këtu. Dhe nuk është çështje për të zgërdhir. Kshu zgërdhinin për Martin Canin. Ky është parlament në të cilët ne duhet i gjejmë zgjidhje këtij halli. Se nuk funksionon një shtet pos pati sigurisë, zotëri. Nuk funksionon as për ju, as për mua. Unë nuk duk ty në çështje personale, po ju e dini më mirë se unë që këtu ka për çështje personale, për backgroundin se nga vinë, edhe se çfarë janë, edhe se kush i ka sjellur këtu, e dim shumë mirë që dhe disa prej atyre që janë këtu cënojnë si... Zoti Balliu, morët fjalën procedurë e cila jepet për kërkesa që kanë të bëjnë me zbatimin e rregullores, propozime për rendin e ditës, kërkesa për ndërprerje të seancës ose votim. Në asnjë moment nuk kishte parasysh këtë kërkesë rregullores. Fjala juaj ishte një fjalë jo për procedurë, ju kërkoj që jo nuk është çështje sufleri, unë nuk ndryj fare, as nuk komentoj, unë thjesht kërkoj zbatimin e rregullores nga të gjithë, për më tepër nga ata që kërkojnë me të madhe zbatimin e rregullores nga pjesa tjetër. Ju lutem përmbajuni procedurës. Nuk kam fare as synim dhe as kënaqësi që të ndërpres fjalën, por një fjalë e mbushur me akuza dhe në kundërshtim me kriterit të vërtetës nuk jeni asu unë, dhe në kundërshtim total me rregulloren, zoti Balliu nuk mund të lejohet. Mos u mërzisni nëse nuk do të keni mundësinë ta përfundoni një fjalë të ngjashme me këtë. Ka kërkuar fjalën në procedurë zoti Oert Bylykbashi. Zoti Bylykbashi ka kërkuar fjalën. Zoti kryetar, rregulloria nuk është sterile dhe nuk është as për të bërë steril parlamentin. Në qoftë se ka një funksion kryesor parlamenti, jo në Shqipëri po kudo, është debati politik. Është ai që prodhon konkluzione, prodhon dhe qëndrimet tona në lidhje me legjislacionin që ne miratojmë. Ne sot kemi në diskutim, dëgjova pas kemi arritur një konsensus të jashtëzakonshëm. S'pari kishim arritur konsensus për të mbajtur 1 minutë heshtje, është detyrimi ynë. Po pas kemi arritur konsensus për të bërë edhe debatin për kohën që do bëjmë debat sot, konsensus i madh. Do diskutojmë për erën dhe errun. Për errun të flasim. Ndërkohë që këtu debati duhet të ishte krejt tjetër. Ajo që ndodhi para pak ditësh është një këmban që duhet bëj çdo njeri, po të parin mazhorancët dhe qeverinë të mendoj, gjithë spektrin politik, të gjithë sistemin e drejtësisë, të gjithë administratën publike, shoqërinë mbar, ku kemi arritur të diskutosh për errun këtu, është si puna të diskutimit atyre teologëve të
perandorit bizantin që diskutonin për seksin e engjëjve, ndërkohë që jeni qeret po çanin muret. Kanë rënë muret këtu. Ajo që ka ndodhur nuk është çështje thjesht sigurie. Nuk është thjesht çështje pronash. Është e paralajmëruar këtu 10 vjet përpara, kur diskutonin me reformën e drejtësi. Këtë do prodhonte. Asgjë tjetër. Para 8 vjetësh kam thënë pikërisht publikisht këtë gjë. Zgjatja e proceseve me gjykata që ishin mbyllur do të çonte patjetër në 2 gjëra, o vetgjyqësi ose do të drejtoheshin për mbaruesve kriminal. 14 deri 20 vjet bëhen llogarit sot për mesatarën e çështjeve. E harroi njerëzit. Ai tjetri është 30 vjet ishte rrit duke besuar që kishte një çështje drejt, të tjerët gjithashtu. Sot besojnë njerëzit që kanë prona, edhe nëse se kanë. Pse? Sepse besojnë që në 30 vjet kanë parë vetëm letra, kanë dëgjuar historira. Po dhe kur e kanë drejt, kuptojnë që nuk kanë për ta marrë kurrë. E çfarë bën ai shkon vret atje dhe qëndron aty. Edhe jo pamja atje është këmban vetë. Pra ne duhet patjetër të bëjmë një analizë tjetër, dhe janë 2/3 e çështjeve janë civile, nuk kanë lidhje fare me shtetin. Dhe një pjesë e këtyre, ku nuk kanë as histori pronash, por kanë histori kontratash, do të përfundojnë për fat keq në të njëjtën formë. Do t'i bëjmë thirrje. Ka dështuar ajo reformë. Ka dështuar ajo që keni bërë me sistemin pronat. Nuk ktheheni pronat. E keni bllokuar. Se keni ligjin e investitorëve strategjik, do e jepni atyre pronat e shqiptarëve. Dhe shqiptarët do ikë. Zoti Blendi Klosi ka kërkuar fjalën. Zoti Klosi. Faleminderit kryetar. Padyshim do të qëndroj asaj që kam thënë disa herë në këtë parlament, pjesa e procedurës nuk është pjesa e debatit politik. Kemi diskutime me orë të tëra kur të fillojë procesi, aty mund të flasim për çfarë do lloj politikesh. Edhe mbasi do duhet ta merrja fjalën, po e marr edhe unë duke solidarizuar me dhimbjen, vuajtjen, fatkeqësinë e madhe të familjes të të ndjerit. Por duhet të them disa të vërteta. Ngjarja që ndodhi ka inicialet ose ka inicimin e saj në një procedurë korruptive dhe akuza kryesore shkonte dhe një zyrtar i lartë i Partisë Demokratike. Sot drejtor departamenti pranë Partisë Demokratike. Aty ka filluar korrupsioni i madh, i cili padyshim na bën të gjithëve të mendohemi fort për ato që duhet të bëjmë për sa i përket sigurisë gjyqësorit, sigurisë gjithë reformës drejtësi. Dhe prandaj e mora fjalën fakt më shumë, se duke u bashkuar 100% me problemin, duke kuptuar fare drejt shqetësimin e të gjithë qytetarëve shqiptar, ne nuk duhet ta shfrytëzojmë këtë moment, këtë foltore, këtë parlament për të goditur atë që është një nga reformat kryesore të shtetit shqiptar, që nga themelimi i tij, reformën drejtësi, e kemi bërë këtë debat, e kemi bërë kudo këtë debat. Njerëzit na votuan ne Partinë Socialiste si garantët e vetëm në këtë realitet politik për të vazhduar reformën drejtësi. Dhe nuk ju votuan juve, sepse lideri juaj dilte dhe thoshte jo vetëm do t'i shkatrojmë do institucione, pa ata prokuror janë për të shkuar në burg. E ka thënë këtë dhe e thot prap, dhe ju e thoni prap. Pra kjo është ndarja e madhe. Ne duam një drejtësi 3, me problemet e saj, padyshim shumë probleme, që duhet t'i mbrojmë, do duhet ta thellojmë, do duhet krijojmë besim te qytetarët tek drejtësia. Ndërkohë sa ju doni të bëni atë vetgjyqësinë, ju mendoni se ju politikanët mund të çoni gjyqtarët, prokurorët në burg. Po jo, nuk është kështu. Njerëzit votojnë drejtësinë e re. Qytetarët shqiptar duan që të gjejnë drejtësi. Qytetarët shqiptar duan që kur të shkojnë te gjykata të gjejnë aty të drejtët. Ta ndërpresim këtë luftë të pa drejtë. Ta ndërpresim këtë luftë të pa hishme. Ta ndërpresim këtë luftë kriminale për interesa personale mbi një institucion i cili ka filluar jetën e tij me shumë probleme, por ama ka besimin e gjithë qytetarëve shqiptar, të shprehur në çdo sondazh, të shprehur dhe në votën e 11 majit. Faleminderit.
Zoti Ali Zoti ka kërkuar fjalën dhe nëse e lejon Zoti për replik, okay. Zoti Berisha replik, më pas Zoti Ali Zoti procedurë dhe Zoti Ardit Bido. Duartrokitjet tuaja pas zis për gjykatësin tregonin se ftyrat i keni maska dhe maskat ftyra. Se si mund ndodh kjo, ju qofri ju e dini. Përsa i përket ministres, ajo ka bërë mashtrim publik dhe askush mund të mbroj një mashtruese publike të denoncuar nga KLG-ja. Çfarëdo apoteoze që ti thuri shti asaj, ajo është një mashtruese publike, zotëri. Ajo është një mashtruese publike, zotëri. Bëj të dur. Zoti Berisha do t'ju ndërpres fjalën nëse përdorni gjuhë jo parlamentare. Zoti Peleshi. Dhe do të req vëmendje sipas rregullores. Sipas rregullores. Rregulloria është e njëjtë për të gjithë. Do vazhdoj me Facebook dhe nuk më... Pra, të lutem. Kurse, për sa i përket drejtësisë parafolsit, unë u them shqiptarëve se fal asaj reformët George Sorosit. Sot shqiptarët për cilët ju nuk pyesni dhe që shprehen fatkeqësinë më të madhe s'kisha paqe në një fatkeqësi dhe pa pranueshme absolutisht të shpreh një urrëtie masive, si pa ndonjëherë. Dhe ajo urrëtie është për drejtësinë që krijuat, s'është për individin. Është për atë drejtësi e cila sot i ka privuar shqiptarët nga e drejtë e procesit ligjor. Është për atë drejtësi e cila sot, sipas organeve zyrtare, kërkon 15 vite për një vendim. Është për atë drejtësi e cila sot, për mungesë të vendimeve, po ka krijuar qindra raste vetë gjyqësie. Zoti Ali Zoti, fjalën procedurë, ju lutem përmbajuni procedurën, Zoti Ali Zoti. Më pas Zoti Bido. Zoti Ali Zoti, do ta merrni fjalën? Do ta merrni fjalën? Si shta as replik asgjë, fare. E mori fjalën për replik, nuk bëri asnjë replike. Zoti Ali Zoti. Ta mbaroj dhe ta marr. Zoti Ali Zoti, Zoti Bido ka fjalën procedurë. Zoti Ardit Bido. Falënderit të nderuar kryetar, të nderuar koleg, për herë të disaj që nga nisja e kësaj legjislature ne po dëgjojmë një këngë të vjetër, ku procedura po përdoret për të zëvendësuar debatin parlamentar. Dhe nuk ka gjë më të shëmtuar se sa opozita, e cila duhet jenë më e interesuara për të zhvilluar debat parlamentar, të abuzojë me rregulloren e kuvendit. Rregulloria mundson që ne të mos fyejmë parlamentin, të mos fyejmë individët, të mos fyejmë dhe ngjarjet e rënda. Ajo çfarë ndodhi para disa ditësh me vrasjen e gjyqtarit është një vrasje e rëndë e cila kërkon debat parlamentar, nuk kërkon zhurmë, nuk kërkon që ne të kërkojmë të krijojmë përshtypje artificiale në këtë parlament duke abuzuar me rregulloren. Rregulloria është për të prodhuar dhe debat parlamentar dhe për të ofruar zgjidhje. Prandaj, i nderuar kryetar, ndoshta ka ardhur momenti që ne të rishikojmë rregulloren e parlamentit, të marrim praktikat më të mira ndërkombëtare, që kur abuzohet me procedurën, atëherë të ndërpres
ndërpritet e drejtë e fjalës së deputetit për të folur gjatë asaj seance. Këto janë zgjidhje të cilat na vijnë nga parlamentet e tjera të vendeve të përparuara. Deri në atë moment, ju si kryetari i seancës nuk mund të lejoni që procedura parlamentare të fyej memorien e të ndjerit, çështjet e rëndësishme në këtë vend dhe fyerjet të cilat janë të vijueshme. I nderuar kryetar, sulmet në këtë parlament janë të vijueshme, po sulmet po bëhen dhe ndaj historisë. Folën për qytetërimin bizantin, një qytetërim i cili është i lidhur ngushtë me ne shqiptarët dhe me një shprehje të rëndësishme të një perandori i lirë bizantin, dua që ta mbyll këtë kërkesë për procedurë. Justiniani i Madh na thotë se drejtësia është dëshira e zjarrt dhe ngulmuese për t'i dhënë secilit atë që meriton. Atë që meritojmë ne sot është një parlament i cili kuvendon këtë term i cili na vjen nga historia e kombit ton, ku vendi ne duhet ta kthejmë në substancë. Kuvendi, për ta përfunduar, kuvendi kërkon që ju si kryetar në çdo rast procedurial të dilni me vendimarrje. Dhe vendimarrja në këtë moment duhet jetë që çdo kërkesë proceduriale që kthehen debat parlamentar të ndërpritet në mënyrë të menjëhershme, në mënyrë që të vijojmë me rendin e ditës. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka kërkuar ministri Agoqiu. Zë Agoqiu. Tani besoj është shumë e qartë për gjithë se kush është nxitësi i gjuhës së urrëties, kush ka qenë nxitësi dhe bullizuesi më i madh i gjuhës që përdoret këtu nga mëngjesi deri në darkë, dhe kush është nxitësi dhe urrëtësi dhe njeriu më i përshtirë që mund të ekzistojë në gjithë këtë politikë parlamentare. Jo, është shumë e qartë. Tani meqense ju dëgjova gjithëve dhe keni merakun e njoftimit tim publik. Tani ju sqaroj edhe një herë, gjuha e përdorur duke më etiketuar si kur kam gënjur dhe mashtruar është totalisht në shkelje të gjithë përgjegjësisë që ka policia e shtetit, të gjithë përgjegjësisë që kryejnë institucionet publike. Ju e dini fare mirë se një pjesë e juaja janë juristë këtu dhe e din shumë mirë se nëse do të kishte përgjegjësi një polici i shtetit, sot do të ishte në arrest. Policia e shtetit ka kryer veprimet e veta në përputhje të plot ligjore dhe kësaj qëndroi nga mëngjesi deri në darkë. Mjafton të shikoni të gjithë bazën ligjore që ky kuvend e ka miratuar që në vitin 2016 dhe po patjetër si produkt i reformës në drejtësi, asaj reforme që po shumë e suksesshme, ka prodhuar sot rezultate konkrete, pavarësisht se jam e bindur që nuk i pëlqen deputetëve të opozitës, patjetër nuk i pëlqen, se është duke treguar përgjegjësi në çdo vendimarrje që është duke kryer, por produkti kësaj reforme janë dhe ndarjet e qarta të përgjegjësisë ndaj secilit institucion. Përgjegjës se për vrasjen nuk jam unë, jeni ju nga mëngjesi deri në darkë me këtë gjuhë që përdorni. Dhe më vjen keq se gjithë qytetarët arrin ta kuptojnë këtë, është e kotë që më tregon me gisht, nuk më intimidon duke më treguar me gisht. Unë jam një grua në detyrë dhe duke përdorur këtë gjuhë, ja ku e keni dëshminë e qartë që kjo gjuhë juaja ka krijuar të gjithë së ngarkesë politike. Mos e politizo edhe një herë zoti Noka, mos e politizo situatën, je duke bërë politikë dhe duke drejtuar gishtin institucioneve. Zoti Noka, vërejtje sipas nenit 64 rregullores. Turp të kesh ti nga mëngjesi deri në darkë, sepse me kaq vite sa ke në këtë kuvend do duhet ta kishe ndryshuar narrativën politike dhe sot nuk do kishe prodhuar të tilla situata. Po ato shikoj kthej nga vetja gjitha këto që thua, këto mbaj për vete, e ke treguar ti se sa mirë dhe me ndeshmëri e ke bërë detyrën tënde kur ke qenë ministër i brendshëm. Po, shkollën e mesme, merr ti shkollën e lartë. Po. Zoti Noka, duke qenë se morët një tërheqje vëmendje dhe një vërejtje dhe më pas vazhduat të përdorni fjalë fyese që të cënojnë drejtuesin e seancës e tjera,
pasi më parë në të njëjtën seancë ju është dhënë masa disiplinore e vërejtjes, ju heq të drejtën e fjalës për ditën e sotme. Fjalën e ka kërkuar për procedurë zoti Këlliçi. E do tani Beleshi, është absurde kjo që bëni, ndërkohë që dëgjoni çdo fjalë e kaloni në lup çdo fjalë të opozitës, nuk dëgjoni shpifjet, mashtrimet dhe fyerjet e ministres brendshme, e cila në fakt mishëron më së miri modelin tuaj duke nisur nga propaganda. Mos harroni, po flasim për një ministre të brendshme që aktin e saj të parë në zyrë e ka shkarkimin e zëvendësministrit pse piu duan. Dhe e njëjta ministre e brendshme refuzon thot një fjalë për gjyqtarin, po për procedurë kam. Për procedurë kam, për gjuhën e asaj. E njëjta ministre e brendshme refuzon të mbaj përgjegjësi për vrasjen e një gjyqtari në sallë gjyqit, e pa dëgjuar në botë. Ku e keni parë ndosë? Sa po gënjeu prap? Tha nëse do kishte përgjegjësi një polici i shtetit, do të kishte patur arrestim. Ditën e djeshme i ka parë lajmet apo jo? Që është arrestuar polici Roja aty. Sepse ka qenë përgjegjës për kontrollin e gjithë qytetarëve që hynin brenda. Sërish ka gënjur. Dhe ndërkohë, me që janë të dy bashkë, se për procedurë, në fillim shparë, fjalori është krejt në rregull. Ku është fjalori me problemet ti? Ke e vërteta? Ku është fjalori me probleme? Dhe e nisët me një ndjesë për atë tentativë që bët për glorifikimin dhe rehabilitimin e figurës Enver Hoxhës, që në fakt mishëron më së miri kulturën politike të njeriu të ri rilindas, që e mishëruan këta pak më parë që folën me në krye ministrin e drejtësisë, një militant që ishte era e parë që u dha mundësia të fliste në këtë sallë dhe e pat qasjen e tij, sjelljen e tij, kërcitjen e dhëmbëve dhe presionin që ushtronte. Njeriu i ri rilindas mishërohet më së miri ke këta, pa bosht, pa kujtesë, pa kundërshti, pa kulturë. Deputetët e ministra janë në një sallë parlamentare duke diskutuar sa i takon vrasjes së një gjyqtari dhe sigurisht në vendet e tyre të punës, aty ku siguria duhet jetë më e lartë se në çdo institucion tjetër, por askush nuk mban përgjegjësi. Nga ana tjetër, vetë gjyqtarët janë mbledhur në një sallë në polin e drejtësisë, aty ku po flasin se cilat janë pikat më të rëndësishme që duhet patjetër të adresohen për të shtuar sigurinë e tyre në vendin e punës. Igli Çelmeta na jep më shumë detaje nga ky takim, nga kjo mbledhje. Ili, të përshëndes. Çfarë është diskutuar në këtë mbledhje që në fakt edhe ajo është shoqëruar me tone të larta në momentin kur janë shprehur disa akuza të paktën ndaj KLG-s? Po Loneta, prej orës 10:30 vijon mbledhja e gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor tek poli i drejtësisë. Të pranisur në sallë janë rreth 360 gjyqtarë nga e gjithë Shqipëria, teksa i pari që ka mbajtur fjalën ka qenë kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi. Mbledhja po zhvillohet me dyert të mbyllura, gjyqtarët kanë mbajtur 1 minutë heshtje në nderim të gjyqtarit të vrarë Astrid Kalaja në hapjen e punimeve të mbledhjes së jashtëzakonshme të gjyqtarëve. Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi ka dhënë mesazhe dhe kritika të ashpra ndaj Këshillit të Lartë Gjyqësor, por jo vetëm, edhe ndaj politikës të dyja kave si mazhorancës dhe opozitës lidhur me gjuhën e urrëties ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve në vendin tonë. Kreu i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi ka propozuar që të krijohet një platformë kombëtare për sigurinë gjyqësore. Do të citoj disa nga fjalët e tij të mbajtur në këtë mbledhje të jashtëzakonshme, e cila është dhe fjalimi kryesor i kësaj mbledhje, pasi ka qenë i pari që ka hapur punimet e mbledhjes 360 gjyqtarëve në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Në fjalën e tij, Sokol Sadushi deklaron që shteti nuk mund të vazhdojë të mbyllë syt, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka detyrimin ligjor sipas tij të garantojë kushtet e ushtrimit të funksionit gjyqësor, por prej kohësh sipas kreut të Gjykatës së Lartë, ky detyrim është lënë pas dore nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Sipas tij, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka nguruar të marrë vendime të forta për sigurinë dhe mbrojtjen e gjyqtarëve. Mëtej, ai vijon kritikat edhe ndaj politikës, edhe pushteti ekzekutiv dhe legislativ kanë përgjegjësitë e tyre, nuk mund të ketë drejtësi moderne pa investim shtetëror. Mëtej, në fjalën e tij, Sokol Sadushi deklaron që drejtësia nuk mund të funksionojë mbi bazën e propagandës, ajo ka nevojë për garanci konkrete, për buxhet, për siguri dhe për respekt. Sipas tij, ky është momenti për të vepruar.
Për këtë qëllim, ai ka propozuar të ngrihet një platformë pra kombëtare për sigurinë gjyqësore ku të përfshihen të gjitha institucionet shtetërore që kanë përgjegjësi për mbrojtjen e gjyqtarëve sipas kreut të gjykatës së lartë zotit Sokol Sadushi. Për këtë qëllim, ai kërkon që të ngrihet pra një grup pune ndërinstitucional me pjesëmarrjen e gjyqtarëve, Këshillit të Lartë Gjyqësor për të cilën kishte kritika se nuk e ka bërë punën siç duhet, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Brendshme, Policisë së Shtetit dhe organeve të sigurisë që do hartojë dhe të zbatojë këtë platformë. Ajo duhet të përfshijë masa parandaluese sipas kreut të gjykatës së lartë, protokolle emergjente dhe standarde të detyrueshme sigurie për çdo gjykatë, si dhe një mekanizëm të përhershëm bashkëndimi institucional dhe monitorimi dhe raportimin publik të rezultateve. Ai ka kërkuar të miratohet nga organet pra e drejtësisë, pra nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, nga Ministria e Drejtësisë, Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit, kjo platformë me qëllim mbrojtjen e gjyqtarëve dhe krijimin e kushteve të larta të sigurisë së tyre gjatë seancave gjyqësore për brenda gjykatës, por jo vetëm, edhe jashtë seancave të gjykatës, pasi sipas tij gjyqtarët përballen çdo ditë me vështirësi në punën e tyre. Pra, janë edhe disa pika që në fakt janë paraqitur që prej ditës së dieshme që janë urgjente për t'u adresuar sipas gjyqtarëve, është pikërisht siguria e tyre që i ka bërë bashkë në këtë takim. Politika nuk mban përgjegjësinë, e pam edhe në momentin kur ata lanë dyert e Pallatit Kongreseve ku po mbaheshin homazhe për të ndjerin Astrid Kalaja që ra i vrarë me 3 plumba në krye të detyrës pikërisht për shkak të sigurisë së munguar në këto institucione. E nga ana tjetër, shqetësimi i gjyqtarëve apo edhe i punonjësve të drejtësisë është i lartë për sigurinë që ata kanë në vendet e punës. Shumica prej tyre janë shprehur edhe të friksuar në momentin që kanë pasur edhe bisedime jo vetëm me gazetarët, por edhe me njëri tjetrin kur janë takuar në një rast vërtet fatkeq. Po Loneta, është vërtet, ne pam gjatë ditës së djeshme kur politika ju shmang pyetjeve dhe komenteve lidhur me situatën e rëndë të sigurisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve në vendin tonë, duke marrë shkas nga ngjarja e rëndë 3 ditëve më parë, ku ekzekutua në sallën e gjyqit pas dhënies së vendimit gjyqtari i apelit Astrid Kalaja, dhe këtë reagim të politikës e ka reflektuar në fjalimin e tij ditën e sotme pra kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi, i cili ka deklaruar që politika si majoranca dhe opozita vijojnë gjuhën e urrëties ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve duke komentuar vendimet e tyre në publik, dhe sipas tij kjo gjuhë duhet të ndalohet menjëherë, dhe sipas kreut të gjykatës së lartë Sokol Sadushi, këto kritika pra në distancë dhe këto sulme në distancë nga politika ndikojnë edhe në opinionin publik, pra në perceptimin e tyre ndaj gjyqësorit. Faleminderit Igli për detajet që përcollen. Në fakt të tilla problematika duket se kanë ngjallur pikërisht atë çfarë është në gjenezë të një vrasjeje, por edhe të shqetësimeve të shumë shqiptarëve që shpeshherë ju kanë kushtuar edhe jetën. E nisi gjyqi në vitin 1994 me shpresën se gjykata do të përcaktonte sakt kufijtë e pronës, por kanë kaluar më shumë se 3 dekada dhe kufijtë jo vetëm nuk janë përcaktuar, por tani nuk po ndreshin dot as gabimet e gjykatave. Kjo është historia e 79 vjeçarit nga Urikumi, i cili u plag dyrëve të gjykatave për kufijtë e pronës. Sadedin Zeqo nga Urikumi i Vlorës është një ndër hallexhinjtë shumë në qytetin bregdetar, i cili prej dekadash nuk po gjen zgjidhje për pronën e tij në Urikum. Dhe ku tjetër përveç se dyrëve të gjykatës së Vlorës mund ta gjesh 79 vjeçarin. Sikur të mos mjaftoj konflikti për pronën, ai prej 6 vitesh nuk po korrigjon dot as gabimet e bëra nga vetë gjykata. Kam qenë në vitin 94, deri më sot nuk po zgjidh çështjen e pronave. Dhe kjo për ndrejtje gabimesh. Për ndrejtje gabimesh. Të gjyktarit që vë dorë në dosje gjyktari dhe deformon dosjen. Të mungojnë dokumenta nga çështja? Jo. Jo, më mungon gjithë dosja. E gjithë dosja. Nuk u gjykuar. Sa vite po bën me këtë çështje? Që në 19-ën. 2019. Po, kjo e ndrejtjes gabimeve dhe nuk është gjykuar dhe nuk gjenet dosja. Po në konflikt për prona, sa vite ka? Që në 94. Që në 94. Thuaj se 30 vjet. 30 vjet, e më shumë se 30 vjet. Në mënyrë të përmbledhur, 79 vjeçari tregon edhe llojin e konfliktit. Pala kufitare bëri gjyqin, pa dëshmimtar.
kufitar do me thënë, pa dëshmitar kufitar, është dosja aty. Dhe në këtë gjykim të palës kufitare, në mbledhje vendimi gjyqit nxjerrë nga Gjenoveva Gaba, në mbledhje ka gabim 8 hektar në mbledhje e para, 8 hektar, e ka vendimi gjyqit. Dhe ata kanë tapin, se kam hetuar unë, kanë nxjerrë tapin e tyre. Tapia e tyre në 3 dokumenta del 130 vreten. Gjykata e jep 32 hektar. Ku e ke këtë tokë? Në Orikum. Në Orikum, po. Në fund, kur e pyet se si e mendon zgjidhjen e këtij konflikti, që nuk po merr rrugë prej më shumë se 3 dekadash, Zeqo të përgjigjet me një tjetër pyetje retorike. Të vjedhë 17 hektar në Orikum, ta ligjerosh në komision e pronave se janë të lidhura zëngjir, këtu e kupton prokurori, se janë bërë me ankimu, gjukat, pushtet, drejt zyrat e bashkisë, deri në kadastër. Ore, ku i shpi mushka këta njerëz? Të vjedhë 17 hektar, e ta ligjerosh, e të kërkosh dhe leje ndërtimore, kërkojnë të vend. Vlora vazhdon të mbetet një prej qyteteve jo vetëm me volumin më të lartë të dosjeve të pronave, por edhe me numrin më të lartë të abuzimeve nga vetë institucionet shtetërore. Gjithë anarqinë e pronave në Vlorë. Gjykata caktoi masën e arrestit në Burg për Elvis dhe Gjon Shkambin, si dhe rojen e gjykatës banush Kodxhaj. Elvis Shkambi ka kërkuar falje në gjykatë për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja dhe plagosjen e 2 familjarëve të palës tjetër në procesin e tyre për pronën. Sipas avokatit, ai ka vepruar në kushte të tronditjes psikologjike, por pranoi se arma me të cilën hyri në gjykatë ishte pa leje. Lidhur me rojen e sigurisë, ai tha se vuante nga diabeti dhe atë ditë nuk ndihej mirë. Elvis Shkambi shpalli sot falje publike për sa i përket të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Ka shprehur një vendim shumë thellë për këtë ngjarje. Kjo ngjarje është krijuar si shkak i akumulimit të stresit dhe shumë vite kalvarit vujtjes tyre si familje në gjykata civile, ka qenë në kushte të rënditjes lartë psiqike në marrjen e vendimit, i cili ka krijuar një rënditje thellë psiqike dhe ka krijuar një krim të tillë. Shteti Elvis Shkambi foli dhe e saroi pozicionin e tij në lidhje me krimin e kryer, me kalvarin e gjykatave civile në Shkodër dhe në Apel, edhe ku kërkoi që drejtësia ka dështuar në këtë proces. Do i drejtohemi prokurorisë për ekspertimin mjekoligjor për shëndetin mendor të shtetit Elvis Shkambi. Kur ka nisur kjo tronditja psikologjike përderisa ai është futur në ambientin e gjykatës me një sem kategorikisht të ndaluar, siç është Armazia. Shiko, për hir të vërtetës, për hir të vërtetës ka qenë kjo. Ky person mban një armë prej disa vitesh, deklaroi në seancë që mban një armë prej disa vitesh, pasi ka punuar në disa institucione të sigurisë që shprehla ai vet, dhe ndoshta tronditja e lartë ka qenë për shkak të humbjes ose për shkak të një vendimi dhënë nga ana e gjykatës, duke qenë sepse do rikthente edhe një herë në fillim. Arma ka qenë me leje? Arma nuk ka. Kush është origjina e armës? Arma nuk ka qenë me leje, dhe Gjon Shkambi ka qenë, sipas deklarimit të tij, nuk ka pasur djeni fare që nipi i tij mund kryente një veprim të tillë, nuk ka pas mundësi që të ndalonte nipin e tij në momentin e shkepjes së armës, sepse askush nuk i del armës përpara në ato momente. Nuk janë veprime shtypse avokat, kërcënimet që e ka pasur në mënyrë vazhdueshme në media për vrasje të banorëve që ishin në atë godinë e tjera me radhë, pra atëherë, në qoftë se do kishim veprime të tilla që ka kanonse, atëherë çështja penale duhet të filluar në atë kohë dhe nuk flasim për kohën e sotme. Pra veprimet që Shteti Gjon Shkambi ka deklaruar në media ose në emisione të ndryshme, atëherë prokuroria e Tiranës ose prokuroria e Shkodrës duhet të filluar një përshëndim penal për kanonset ndaj shtetasve të ndryshëm. Shteti Manush Goxhaj është në dijenin time është person që vuan nga smundja e diabetit dhe siç e kishte lajmëruar me sa deklaroi në seancë, deklaroi që kishte lajmëruar kancelaren e gjykatës që unë nuk ndihem mirë dhe kancelari i gjykatës i kishte thënë që një mund të lëvizni, por nuk është zëvendësuar në shërbimin e tij. Pra, smundja që ka Manush Goxhaj është smundja e sheqerit, e cila për hir të vërtetës, ata që pak e din, por ul shikueshmërinë në sy në momentet veçanta kur rritet pjesa e sheqerit. Pikërisht vrasja e gjyqtarit në vendin e punës ka zënë edhe një pjesë të madhe të diskutimeve me tone të larta në sallën e kuvendit. Ne do të kemi mundësi në këto momente që të ndjekim një përmbledhje të këtyre diskutimeve që janë zhvilluar në kuvend për vrasjen e gjyqtarit. Juftoj të mbajmë 1 minutë heshtje.
që të mos duket që ai minut heshtje ishte hipokrizi, mendoj se ajo që ka ndodhur me vrasjen e zyrë të gjykatësit është i paprecedent në botë. Në një vend ku presidenti shkel dhe nuk njeh gjykatën kushtetuese, më thoni ju, çfarë emri do t'i vë? Ju mendoni se autokracia shpallet me dekret? Jo, mër zoti kryetar. Dhe në fakt, me vrasjen e gjykatësit është vrarë iluzioni se në vendin ton ka shtet. Nëse nuk fillojmë të reflektojmë, në humner të shkoj ky vend. Seancën do duhet ta kishim nisur me një fjalë dorëheqje të ministres së brendshme të Republikës së Shqipërisë. Dhe ministra e brendshme të gënjejë opinionin publik se policia e shtetit nuk ka detyrime për të garantuar sigurinë në institucionet e drejtësisë, në rastin konkret në gjykatën e apelit. Këshilli i lartë gjyqësor ju nxorri nga mëngjesi në darkë zbuluar ku publikoi korrespondencën me ministrin e brendshëm dhe me drejtorin e përgjithshëm policisë, ku kërkonte për shkak të ngjarjeve që kishin ndodhur në gjykatën e apelit, ku gjyqtarë të tjerë ishin kërcënuar dhe ndjerë të kërcënuar në sallën e gjyqit, kërkonte mbështetjen e policisë shtetit dhe policia e shtetit refuzonte. Të bësh retorik, të mundosh të kapitalizosh politikisht mi vrasje, mi kuf, është e rëndë. Akoma nuk janë bërë shtatat e para. Keni përgjegjësi për gjithë gjuhën denigruese që keni përdorur ndaj gjyqtarëve, ndaj prokurorëve. Nga daljet në balkon që keni folur, e keni sharë të lëndisur, spaku e skrapi etj. Të hënave çdo të hënë me gjuhën që keni përdorur ndaj prokurorëve e gjyqtarëve atje. Nga Altin Dumani, Altin Troplini, Dum Zamani e gjithë këto që keni përdorur. Mos bëj zhurmë. Unë flas tu si përfaqësues i mbrojtjes së institucioneve të drejtësisë. Dhe ju keni qenë këtu gjithkohë, shqiptarët e dinë. Prandaj ju kanë votuar, ju kanë lënë aty ku ju kanë lënë. Dhe turp t'u vi ju. Dhe ju që të dy, ti dhe si ish zëvendësministri i brendshëm dhe zonja ministre, të dy duhet ikni, t'jepni dorëheqjen. Se të marrish fjalën për procedurë vjedhurazi. Të them të drejtën duke shfrytzuar edhe një lloj qytetarie pa rregullore të Niko Peleshit, i cili po u ale atë 3 minutshin të bëni çfarë doni ju, dhe zoti kryetar, të lutem shumë, unë jam kryetari i shumicës, zbatoni rregulloren e kuvendit. Gjova një këtu që kulturën e ka me klering, që i bërtiste ministrit, sa herë fliste ministri, më falni, o idiot. Ky njeriu këtu nuk ka vend. Zoti kryetari i kuvendit, unë e kuptoj që zhurma nuk ju linte, po ishte një këtu që i bërtiste ministrit o idiot. Ky çfarë është ky mos se këtë se gjë, unë këtë lloj tani ne e kuptoj. Tani ky o e tërheq mbrapsh atë që tha dhe kërkon ndjes ministrit, ose zoti kryetar kërkoi 5 minuta pushim, ky zotëria dali për jashtë. Faleminderit, 5 minuta pushim kërkuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Kryeministri Edi Rama në konferencën e 3 të mbrojtjes kibernetike të NATO-s që po mbahet në Tiranë deklaroi se vendi ynë ka pasur 48 sulme kibernetike që kanë lënë gjurmë, por që nuk kanë shkaktuar dëm të madh. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i NATO-s nënvizoi faktin që sot tastiera është një armë lufte. Është një forum i jashtëzakonshëm për të ndarë ekspertizën, praktikat më të mira njohurituara. NATO-ja është një aleancë vlerash të përbashkëta dhe të vazhdojmë të promovojmë një reagim të bazuar në norma e të menjëhershëm në hapësirën kibernetike. Në NATO askush nuk qëndron i vetëm, të gjithë qëndrojmë së bashku në këtë epokë digjitale kundër çdo kujt që kërkon të na dëmtojë. Të dashur miq, ju uroj një konferencë shumë të suksesshme. Sot përballemi mesatarisht me një sulm kibernetik në çdo 3 minuta. Por ja dalim t'i mbrapsim tërësisht. Kur bëhet fjalë për sulmet që lën gjurmë, kemi pasur 48 të tilla.
gjatë gjithë vitit të fundit. 48, por edhe një herë kanë lënë gjurmë, por nuk kanë bërë asnjë dëm të konsiderueshëm. Kështu që kur vjen fjala për infrastrukturën tonë shtetërore, qoftë kjo digjitale a fizike, e përsërisme krenari jemi mes më të mirëve. Because we have been, I guess, among the very first to combine. Kjo sepse mahamendja kemi qenë mes të parëve fare që kombinuan mbrojtjen kibernetike me inteligjencën artificiale. Dhe është inteligjenca jonë artificiale brenda këtij muri mbrojtës kibernetik që bën punën 24 orë në ditë, 7 ditë të javës për të zbuluar much early stage në faza shumë të hershme potencialin e sulmeve të dëmshme. Na duhet të bëjmë shumë më tepër për ta përfshirë sektorin privat. Izraeli dhe Hamasi u dakordsuan për fazën e parë të planit të Trump për paqe në Gaza, duke i hapur kështu rrugën armpushimit. Sipas Ujdis, të gjitha pengjet izraelite do të lirohen në këmbim të rreth 2000 të burgosurve palestinez. Izraeli do të tërheqë trupat deri në një vit të caktuar dhe kamion me ndihma do të hyjnë në enklav. Marrëveshja e cilësuar historike nga Izraeli pritet të ratifikohet gjatë pasdites nga qeveria në Tel Aviv dhe do të fillojë të zbatohet menjëherë. Pengjet izraelite mund të lirohen që të dielën sipas planit të Donald Trump për fundin e luftës në Gaza, dhe ushtria izraelite do të kompletojë pjesën e parë të një tërheqje të pjesshme nga enklava brenda 24 orëve pas firmosjes së marrëveshjes. Kështu pretendon një burim i afërt me çështjen pasi presidenti amerikan Donald Trump dha lajmin se Hamasi dhe Izraeli ishin dakordsuar për fazën e parë të marrëveshjes. Ajo pritet të miratohet nga kabineti i sigurisë dhe qeveria izraelite në një mbledhje të parashikuar më vonë gjatë ditës. Sipas planit, 250 të burgosur palestinez dhe 1700 qytetar të Gazës, të burgosur që kur Izraeli nisi luftën, do të lirohen në fazën e parë. Po ashtu 400 kamion me ndihma do të hyjnë çdo ditë në Gaza, me numrin që pritet të rritet gradualisht në fazat e mëvonshme. Jam shumë krenar të njoftoj se Izraeli dhe Hamasi kanë shkruar fazën e parë të planit ton të paqes. Kjo do të thotë që të gjitha pengjet do të lirohen shumë shpejt dhe Izraeli do të tërheqë trupat në një vit të dakordsuar, si hapat e parë drejt një paqe të fortë, të qëndrueshme dhe të përjetshme. Me miratimin e fazës së parë të planit, të gjitha pengjet tona do të kthehen në shtëpi. Ky është një sukses diplomatik dhe një fitore kombëtare dhe morale për shtetin e Izraelit. Izraelitët dhe palestinezët shpërthyen në fest pasi Trump njoftoi se armpushimi dhe ujdia për lirimin e pengjeve ishte arritur. Megjithatë, sulmet izraelite në 3 prej periferive të qytetit të Gazës kanë vijuar përgjatë natës dhe në orët e para të sejntes. Kolona tymi u pan të ngriheshin në kufirin mes Izraelit dhe Gazës, por dëshmitarët thanë se nuk ka raportime për viktima. Zhvillimi pozitiv erdhi një ditë pas përvjetorit të dytë të luftës dhe u arrit pas bisedimeve indirekte mes Hamasit dhe Izraelit në Egjipt. Por me gjithë entuziazmin për marrëveshjen lidhur me fazën e parë të planit me 20 pika të Trump, pjesa tjetër e tij do të jetë më e vështirë për të implementuar. Pikat më të kontestuara nga Hamas janë çarmatosja dhe heqja dorë nga roli i qeverisës në Gaza, ndërsa Izraeli ka kundërshtuar dorëzimin e Gazës tek autoriteti palestinez. Tensione shumë të larta mes Serbisë dhe Turqisë. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka reaguar i tmerruar ndaj lajmit se një fabrik turke armësh kishte armatosur gjithashtu forcat e sigurisë të Kosovës. Jam i tmerruar nga sjellja e Turqisë dhe shkelja brutale e kartës së OKB-s dhe rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si dhe nga armatosja e vazhdueshme e autoriteteve të Prishtinës, shkruan Vučić në rrjetet sociale. Tani është plotësisht e qartë se Turqia nuk dëshiron stabilitet në Ballkanin Perëndimor, dhe se ëndërron të rivendos përsëri perandorinë osmane, vazhdon ai. Më tej presidenti thekson se Serbia është një vend i vogël, por që e ka kuptuar mirë mesazhin. Kjo deklaratë e Vučićit vjen pas asaj që shokoi mbar botën kur tha se po përgatitej për luftë.
I rikthehemi zhvillimeve në vend pasi ka përfunduar mbledhja e 360 gjyqtarëve të vendit. Ndjekim edhe deklarata që ata po bëjnë për mediat pas daljes nga ky takim. Zhvillime dyert nga ishin për një marrëvajtje më të mirë. Zoti Hoxha, në fjalën tuaj, aleatët tanë, se ne me syshi përcjellim do të përcjellim gjitha mesazhe për siguri, për gjyqtarë, për një drejtësi sa më të shpejtë, sa më cilësore, do të përcjellim ato kërkesa që kemi ne jo për veten. Kemi ndërvit qytetarë. Do ta kuptoj që nuk janë privilegji për qytetarë. Janë garanci për qytetarë. Në diskutimet kemi kërkuar ndërtimin e godinave të reja, duhet marrë fund sorollatja apo vendosja e gjykatave në përfjetore, policia apo vende ku trajnohen qetë. Bëjnë ndërtimet të reja të godinave, duhet marrë fund ping-pongu dhe përgjegjësimi të policisë. Duhet marrë fund ndonjëherë nxitimi ignorant i disa gjyqtarëve të lartë që deklarojnë se nuk është përgjegjësia jone. Siguria në gjykata. Duhet të fillojmë të ndërhyjmë në legjislacion. Dhe gjëra të tjera që keni kërkuar që bërë reforma drejtësisë. Është normale që ju të më prisni kur të ndarojnë edhe. Keni kërkuar ndërhyrje qeverisë dhe kuvendit të Shqipërisë të ndërhyjë urgjentisht në ligjet për sistemin gjyqësor në aspekte që kanë të bëjnë me rritjen e sigurisë, sigurinë e jetës dhe pronës së gjyqtarëve dhe jetës së tyre dhe uljen ngarkesës dhe backlogut. Si duhet të ndërhyjë kuvendi dhe qeveria, sidomos për backlogun dhe më pas për sa kohë kishin probleme ekzistente. Në mënyrë urgjente ligjin ku parashikohen ndihmësat ligjore. Ndihmësat ligjore janë mjaft të rëndësishme, sepse do ndihmojnë gjyqtarët për të evaduar këtë backlog. Duhet të ndryshoj disa elemente të tjerë procedurial në përkode, ka filluar një punë, sepse veçanërisht në lëmin penal ndryshimet nuk sollën ullje të kohës së gjykimit, po sollën zgjatje të kohës pa justifikuar, e të tjera që... A ishin përfaqësues të logjisë në mbledhje? Po, patjetër. Jam pjesë e jo. Ju faleminderit, ju lutem më mirë kuptoni më vonë do keni një përfundim deri në shteti. Ju kuptoni dështimi shteti, dështimi shteti për garantimin e kushtetut. Nila, çfarë mund ta quash? Po, ku dështoi konkretisht? Në totalin e vet, në gjithçka, për posvrasjes së Astrid Kalasi është ngjarja më e rëndë në sistemin. Ai ishte kulmi, më detaj do t'i kemi. Faleminderit. Shteti ka dështuar, është kjo pikërisht deklarata që bën në zëvendës kryetari i gjykatës së shkallës së parë, pikërisht zoti Gerd Hoxha, i cili foli për mediat duke thënë që është ky një rast që ka arritur kulmin e asaj që është pasiguria e lartë në vendet e tyre të punës. Pikërisht pas vrasjes së Astrid Kalas ka qenë kjo mbledhje urgjente e gjyqtarëve të Shqipërisë. Në këto momente zhvendosemi edhe një herë në kuvendin e Shqipërisë ku fjalën e ka zoti Berisha. E ka pohur se i ka dhënë licencën e kazinos. Cila është procedura, zoti Berisha, e keni marrë për procedurë. Ju lutem, diskutoni gjatë ditës, keni 10 orë hapësirë për të diskutuar. Nuk do të lejojeni të flisni jashtë rregullores. Qeveria me klanet e drogës dhe faturën e paguajnë qytetarë shqiptar. Pse keni frikë nga transparenca, zotëri? Pse keni frikë në qoftë se këto veprime nuk ka ndodhë? Dini më honi këtu. Po s'më honi dot se është me luftimysin është në zyrë dhe ka pohu vetë. Nuk më honi dot. Tartë e në njësur nga Tirana për të takuar me bost e drogës në Aruba, në bursë... Atere ju ndërpres fjallën, zoti Berisha, sepse nuk është për procedurë. Ju ndërpres fjallën. Ju lutem ulluni. Jo, asnjë fjali nuk ishte për procedurën. Thatë për procedurë. Nuk ishte procedurë, ju lutem ulluni. Ju lutem ulluni, zoti Berisha.
Atëre të edhim në votim propozimin e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste lidhur me kalimin në votim të rezolutave të raporteve të institucioneve të pavarura dhe kalimin për herën tjetër të njoftimeve ku janë pikat e mocioneve që kanë dhe ato një diskutim pro dhe një diskutim kundër. Kush është dakord për kalimin në votim? Kush është kundër? Abstenim. Atëherë kalojmë në votim pikat e rendit ditës përveç pikës së njoftimeve. Hapet votimi për prezencën. Mbyllet votimi për prezencën. Prezent 91 deputet. Vazhdojmë me votimin e akteve. Projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit Komunikimeve Elektronike dhe Postare AKEP për vitin 2024. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, një votim elektronik. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 76 vota pro, 0 abstenime, 2 vota kundër. Pika e 2 të rendit ditës, projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë komisionerit për drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale për vitin 2024. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash.